Dhe pasaj nuk e bën ndonjë gjë tjetër. Nuk e marrë diplom tjetër. Po, kam vazhduar në fakt disa... Për? Jam specializuar më vonë për urbanistik, po aty. Për urbanistik. Pastaj kam bërë... Po, pastaj kam kaluar në... Pas një ca vitesh, bëra një master të Rotterdamit, që e solli atëherë në Universitetin Polis. Urbanistik prapë. Po, ishte shumë pejzazhi, pjesa e dizajnit të pejzazhit edhe zonave... Pejzazhi mbrojtur. Pejzazhi mbrojtur, po. Pastaj fillova doktoraturën më vonë, edhe atë kam për arkitekturë dhe planifikim urban. Po të më thoshe Shiksebi, dhe më thënë, ndërkohë ti sa vite ke që jena aktivizëm, dhe më thënë, që... Që nga teatri. Që 2018. Po. Ajo është protesta ime parë. Aktive. Aktive. Po. 2018. Dhe më thënë, po bëhet rreth... 8 vjetë. 8 vjetë. Ato që ishin sot protestë, dhe më thënë, ka që një 10 vjetë, si bje. 10-12 vjetë. Dakor, e kuptova. Që që tash janë nga 20. O Doriana, t'i gjohë, para se të fillojmë. Pati kishtë ti që je atje dhe je ma afer se ne, dhe më thënë. Ka qenë dhe Sebi në protest, të kjo protest, fakt. Edhe kjo teatri ka qenë. Edhe teatri, po. Digjo, kush janë organizatorët e kësaj proteste? Janë disa, në fakt, janë shumë grupe me sa kam pa unë aty, se shof dhe nga që nxjerrim në për social media, ka disa njerëz, nuk është një. Janë kështu shoqëri civile? Nuk do ta thoja, ka dhe organizata këto që janë për mbrojtjen e biodiversitetit edhe organizata e lidhura me mjedisin. Ato marrin projekte nga Bashkimi Evropian, ka përshtypjen shumë. Këto të mjedisit. Se janë shumë ndjeshme. Po, janë rrjetë ato, janë pjesë e rrjetëve evropiane. Kështu që punojnë ato. Po ka dhe shumë individ, ka shumë aktivizuar. Në më të kja është nuk është... Nësi, individës në interesojnë shumë. Unë dua di shoqatat të kuptimin e projekteve. Shoqatat që marrin projekte, shumë për të sensibilizuar shoqërinë për X gjë, për të spinuar gjëra. Në protestë unë s'kam pa, me të drejtën. Këtu janë shumica e individ, si që më ke teatri, shumë individ nuk para ka... Ka organizata, këto që janë për mbrojtjen e mjedisit, më thënë janë një rrjet organizatash që kanë dalë dhe me qëndrim atje, që janë 20 organizatat shoqërisë civile, që kanë bërë një statement, kanë bërë një qëndrim dhe i kanë dërguar ato që në të parët në datë 20 maj, më falë, që bën një deklarat të përbashkët për një qëndrim në lidhje me këto ndërhyrje që po bëhesh aty. Duke i kërkuar unë kam vërre, ka që dhe kjo, duhet jetë dhe kjo, se vërre për shumë, tabela i duke më shumë ishte kjo që bine në synë, mund të pjesa që flisin ta oratorët, vindere kjo, pankarta për qamëria, ku du se shtoshin për qamërinë, dhe ishte një gjë për qamërinë atje, vërre besoj. Që ka aty sot për shumë kështë 200 razëri, njëra ishte afër ke kulla, tjetra ishte nuk kanë nëci, po të njëra, dje për shumë e pan shumë, dje. Se di, ishte dhe një që thoshte Vlora 1912, Vlora 1920, nga qamëria në mollë të kuqe jemi shqiptarë. Oke, molla e kuqe ku bje të një flogert? Po, duhet jetë andej nga Veriu, ndoshta, dhe nga... Po ti që je Veriu, nuk e di ku është molla e kuqe, opla? Unë jam nga Veriu 20 km larg Tiranës. Veriu shkon gjerë në... Kishe shumë ngjyra, ka shumë ekspresivitet, se cili ka sjellë mesazhet e veta. Mollë e kuqe unë di që është nga Korça, se vetëm atje bëhen mollë e kuqe. Po. Ka dhe qaf mollë këtej mas malit me gropa që shkojt del të fshati im atje. Edhe në këto këngë popullore thuhet prej të mollët bëhen në Dibër. Kosovës. Po pra, nëse më ideja është që ka shumë mollë. Po në nish më thonë që i bie kjo mollë e kuqe. Në nish? Po, vla, se nga kanë marrë neve edhe nga... A, e pra, mollë e kuqe nuk është Shqipëri, pra. Po, e pas këm humbur. Jo, po... Se pra ndaj, pra. Shqipëri e madhe, pra, tani. A, bravo, pra nga... A ke pa flamurin autoktonus aty? Jo, këtë se kam parë. Aty është dhe flamuri UÇK-s, është autoktonus, flamuri shqiptarësh kryesisht. Ka dhe flamur evropian, ka dhe flamur Kosovës. Atere, pse kryeministi thotë që janë grekët? Do të thënë, ai hapi narrativ tani dhe ka shumë media që po e luajnë. E instrumentalizojnë grekët, nuk është se janë grekët, grekët ishin të atje të tokat. Tokat, në Zvërnec, ata që ishin atje që protestonin, pretendentët pra që është pronë e tyre, ishin grekët. Grekët, do më thonë që janë edhe grekë ose janë në censë... Jo, protestët më këto autobuzët që ishin me ja. Të ishin me ja, të gjitha. Ishin me ja, po. Që kanë arë autobuzë e kështu. Po prap. I digjove këto besë. Po ishte dezinformim, a i dojnë... 10 autobuza, 500 leta bëjnë, jo 15... Them drejtën, unë nuk gëzova se kur pash bile parë dhe i status, sepse në Facebook nga që emri më shumë i këshu, dhe një faqe në Facebook me emrin tim, thoshte Marin, nuk e thoshte me emër këtë, që është Marin Mema, më duke. Po, Marin Mema. Që është nga këta patriotët e... Patriotët e mdhe. Dhe që mund t'jede kryeministra, apo jo se kështu thonë që është kandidat për kryeministër, bashkë me atë... është dhe një nga... Ashtu e kërkojnë, në protest, në fakt. E kërkojnë.
E thashe vete, jo, unë thashe vete që ka çudi, pas ka ndryshuar kaucioni, dhe unë s'di gjë, thash, janë brapa bote, grekët janë bërë me marim emën. Redio, kur të fillojmë emisionit, vëlla? Urrëtitë e mëdha prodhojnë dashuri të mëdha. Shëndetje toksor, për shëndetje toksore, ju sapo keni mbritur, jemi live tu në MCN TV, te kjo pënjik, sapo iku. Episodi është 1090, sezoni 23, zonë e lirë. Emisioni mund ta shihni dhe kjo faqja këtu në YouTube, bëjnë një subscribe për qëtën tuaj. Jam në studio me Marsit Gupin, avokat penalist, pedagog të Marin Barleti. Flogert Muça, gazetar, ekspert komunikimi, lexo.al. Sebastian Zonja, Gazetar Plus, Sebastiani i Ledjo, dhe në krah Sebastiani sonte për të parë Doriana Musaj, urbaniste aktiviste që nga 2018, që nga protesta e parë për teatrin kombëtar, i cili u shëm në atë kohë dhe i riu vështirë se po lind. Sonte sigurisht do të flasim për ngjarjen kryesore të javës, që vazhdon të jetë e ditës. Vetëm pak çaste më parë ka mbaruar protesta. Sot, para se të flasim protestën në vetvete, kujt i ngjason ajo, si u krijua, kush janë organizatorët e tjerë, le të merrem pak me Sebastian. Kape ujin se lita, të lutem, dhe e vure këtu ta kem më afër. Se ta kem më afër. Ç'ishte kjo? Tani, unë desha të them një gjë shumë të rëndësishme, të merrem pak me se kemi dëgjuar në këto kohë vetëm budalliqe lart e poshtë për ekrane, çfarë nuk spinojnë, çfarë nuk thonë. Le të merrem pak, aq sa mundemi, të fillojnë të paktën për ndihmuar dhe spakun me zemrën me thelbin e çështjes. Në një version të thjesht do të jap për teleshikuesit, jo për ju, se ju jeni të informuar. Nëse do donim ta thoshim me dy fjalë të gjithën këtë, pra ç'është kjo histori e cila në vetvete do shumë e komplikuar. Do ishte kjo. Le të ndajmë në 3 kuti. E zëmë se kemi 3 kuti për ta thjeshtësuar në televizion, për ta vulgarizuar. Kutia e parë është Zvërneci. Dakor? Aty del një kompani shqiptare me emrin Zvërnec South Adriatic Development, që merr leje nga KKTU. Por kur ndjek pronësin, ajo kalon për 3 kompani holandeze dhe në fund dalin 2 persona. Nikita Vinogradov dhe Zoja Gyorova. Kjo është struktura holandeze e Zvërnecit. Kutia e dytë është Sazani Zyrtar. Aty shteti shqiptar me vendim të Komitetit të Investimeve Strategjike i jep status strategjik kompanisë Atlantic Incubation Partners LLC. Kjo është kompani në Delaware. Delaware është një, si që quajmë ne, offshore, në Amerikë. Ju kujtohet afera e famshme para shumë viteve e UNAZ-ës, Delaware. Në dokumentet publike shqiptare, nuk shohin në fakt pronarin real në këtë çështjen e Zvërneci po flas. Prandaj lidhja me Jared Kushner, dhëndin e Trumpit, nuk provohet nga dokumenti shqiptar, ajo vjen nga raportime mediatike. Kutia e tretë. Kutia e tretë është Power International Holding, Sazan Operation. Këtu danin vëllezrit Al-Kayat nga Katari. Ata janë njerëz real, me kompani reale. Me Power International Holding. Por problemi është se Sazan Operation, SHPK, nuk është kompania që del në vendimin e investitorit strategjik. Diqen e vëmendje, sot kemi leksione, shka që thjesht për të kuptuar. Unë e kam bërë më thjesht se kaq nuk ka. Si soi s'ka më thjesht. Prandaj nuk kuptohet qartë roli i saj. Është partner, është zbatues, është ndërtues, është operator, apo është diçka tjetër. Pra pyetja e madhe nuk është
A është Kushner në këtë histori? Apo a janë katariotët, pra këta nga Katari? Pyetja e madhe është, pse një projekt kaq strategjik ndahet në kaq shumë kompani, në kaq shumë jurisdiksione, me pronësi kaq të vështirë për t'u lezuar? Kjo është pyetja. Që do të bëjmë dhe ne sonte. Sigurisht s'kemi pretendimi të themi të vërtetën, por do tentojmë të shkojmë drejt saj. Në fund kemi Zvërnec, kompani shqiptare, plus zinxhir holandez, plus pronar përfitues individual. Të Zvërneci. Të Sazani. Sazan, kompani Delaware, plus status strategjik, plus pronari padukshëm në dokumentet publike, i padukshëm. Sazan Operation, kompani shqiptare, plus zinxhir Katariot nga Katari, plus Al-Kayat, dy vëllezër sirian të Katarit, Power International Holding janë këta. Por roli i paqartë zyrtar, i paqartë. Ky është lëmshi që është krijuar. Dhe ky lëmsh nuk zgjidhet me propagandë, zënja zotëri. As me klikoni, si shta zoti Rama, klikoni Power Holding dhe të shikoni se çfarë është. Zgjidhet vetëm me dokumente, zgjidhet me kontrata, me marrëveshje, me pronar përfitues, lidhje mes kompanive dhe rolet konkrete të secilës. Tani, sigurisht që zoti Rama, para 2 ditësh, ose djem mos gaboj, që si ju kujto gjatë fjalimit të tij mallëngjyes dhe shumë sinqert, mes të tjerave tha, pse të kemi ne zili, tha, Costa Navarino. Costa Navarino është një resort luksoz në Peloponez. është një 2 orë e gjysmë larg Afinës. Përgjigjja ime është kjo. Costa Navarino duket, ose është, me transparencë si strukturë, nuk ka lidhje fare me rastin tonë, me Zvërnecin. Projekti në Costa Navarino zhvillohet nga Temes S.A., një kompani greke e themeluar në vitin 1997, vetë faqja zyrtare e Costa Navarino sot se Temes është investitor, zhvillues dhe operator në sektorin e turizmit luksoz në Greqi, dhe se Costa Navarino është projekti i saj kryesor. Pronësia është deklaruar qartë te rasti Costa Navarinos. Konstantokopoulos, rreth 75%, dhe Olajan Group, rreth 25%. Pra këtu, te rasti grek, nuk kemi një Delaware LLC pa pronar, as 3 BV holandeze. BV. Ju thot diçka kjo BV-ja, dilte shumë të inxheratorët. BV. Janë këto holdingjet në vjetë. BV Integrated. Pra, as 3 BV holandeze në mes, as një zinxhir të vështirë ku nuk kuptohet kush është investitori, kush është ndërtuesi dhe kush është operatori. Në këtë rast, modeli është klasik te Costa Navarino në Greqi. Familje greke, kapital privat, lokal, partner saudit, kompani greke Temes S.A., zhvillim turistik Costa Navarino. Pra, Costa Navarino mund të jetë projekt gjigant, mund të ketë leje, marrëdhënie me shtetin, planifikim urbanistik dhe mjedisor, por nuk është fare lëmshi Sazan, ose lëmshi Zvërnet Sazan. Nuk shohim 3 jurisdiksionet të ndryshme për të kuptuar pronarin te Costa Navarino. Nuk shohim një kompani zyrtare në dokument dhe një tjetër në komunikimin publik, siç është në rastin këtu. Pronari kryesor dhe zhvilluesi duken të identifikueshëm. Costa Navarino, pra, nuk është krahasimi më i mirë për të mbrojtur modelin shqiptar, zoti Rama. Përkundrazi, tregon si duket një projekt i madh turistik kur struktura është më e lexueshme. Një zhvillues kryesor, pronar deklaruar, histori biznesi, kapital i qartë. Kjo ishte hyrja dhe tani po ja u lë fjalën ju. Se po e fillojnë nga ty? Para se themi të protesta, merrem çik me thelbin e dosjes. E gjithë kjo skem, në gjykimin tim, është një skem që shumë korporata e përdorin për shmangje taksash. Është skem korporative, e njohur, nuk është se nuk njihet, ndodh në për gjithë botën. Për shembull, një nga debatet më të mëdha që ndodh është pse Microsofti i shmang taksat me qendër në Irlandë. Dhe është një temë e cila ka ndodhur shpeshherë, sepse Microsofti shpërndahet edhe në Evropë. Pra, çështje të këtilla korporative, ose taksimi i korporatave dhe mënyra se si i bëjnë investimet korporatat për të fshehur taksat, për të ruajtur taksat, për të shkuar në një offshore apo për të ardhur nga një offshore, këto janë gjithmonë çështje korporative. Ajo çka unë do të thoja në rastin ton konkret ka të bëjë pikërisht me transparencën, pra qytetarët kërkojnë transparencë,
Dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, është në qoftë se ajo zonë do të zhvillohet, si kundër thotë edhe kryeministri. Pyetja është çfarë përfitojnë qytetarët dhe banorët e asaj zone. Sepse është shumë e rëndësishme që qytetarët, zhvillimi të bëhet gjithmonë bashkë me qytetarët, jo pa qytetarët. Në qoftë se kryeministri mendon se mund të qeverisë pa popull, nuk qeverisë dot pa popull. Ata 20.000 vetë që dolën dje në protest, ata pikrisht këtë po kërkonin. Prit një sekondë, nuk të le të vazhdosh më sepse dua që t'i japim një rrjedhë logjike bisedës. Le të rrim pak, lere populli një moment. Le të rrim pak te çështja, te afera. Pra, e di pse, Seb, më fal. Do të kujtojmë këtë në titull që këtë çështje ka marrë smaku dhe sot Rama ka pritur radhë, do e shohim tani. Ka qenë në krah të këtij presidentit Costa, portugezit, Antonio Costa, ishte edhe ky ambasadori ynë atje në BE, ambasadori i BE-s në Shqipëri, më fal. Dhe atje fol, do e kemi në interat. Pra, le të rrim pak, ose më mirë që të ndihmoj, ta dëgjojmë pak çfarë thot Rama dhe pastaj atje. Ledio, plase pak e di Ramën të lutem, sot që ishe me Kostën në krah, duke folur pikërisht për këtë që thoshte tani e kam drejtësia në dorë të shohim a është bërë mashtrim apo jo, po palët duhet dalin të lumtur etj. Jepi çik, shikoj pak. Jepi. Janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Dhe madje, unë e konsideroj këtë pozitive edhe për një aspekt tjetër. Sepse në këtë rast, investimi vazhdon, me pronarët e vetë të rinj dhe të ligjshëm, dhe në rast se hetimi nxjerr një tjetër origjinë prone, ata që e pretendojnë apo që kanë të drejtën asaj prone, fare mirë mund të marrin ato para dhe të gjitha palët janë të lumtura, përveç palës që ka mashtruar, në rast se ka mashtruar, po këtë e tregon hetimi. Kështu që do t'i bëja thirrje edhe një herë zëdhënësve të vetë ofruar që të mendohen disa herë përpara se të shkruajnë gjysmën të vërteta, sepse në këtë rast nuk cënojnë thjesht disa investitorë, cënojnë Shqipërinë. Cënojnë Shqipërinë, pasi dihet se kush janë investitorët, të cilët janë njerëz me reputacion dhe mbi të gjitha njëri prej tyre është njeri që për arsye krejt të tjera shikohet nga gjysma e mediave në vendin e tij dhe në vende të tjera si armik i palës tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi mikpritës, ne të jemi të drejtë dhe ne të mos marrim në asnjë mënyrë damkën e një vendi. Në një mënyrë, me sa kuptoj unë, pasi jam naiv dhe se kuptoj mirë, po zoti Rama po e bën gati tavën në furrë. Pra, edhe pse bën tani, sa thuash, ka një tërheqje në kuptimin, mundohet të mbajë një distancë higjienike nga ngjarja, duket që se është atje është krata ati, të Antonio Costas, ka ambasadorin e BE-s rëballë. Thotë nëse ka mashtrues, pra të gjitha para dalin mirë, ai që ka mashtruar sigurisht do mbasi lekët. Sepse ka një parim të thjeshtë. Nëse do ishte Xharet Kushneri, 99% e shqiptarëve do ishin te aeroporti duke e pritur për të ardhur për të investuar. Ku te Zvërneci tuti? Kudo që të ishte. Kudo që të ishte. Pse nuk e përgënjeshtron ai po lejon këta shqiptarë tallen me të? Ja, s'jam mos i fyej qytetarët e tu. Jo, po vëndri e... Sekond, flok. Po e fillove kështu nuk dëgjohet asgjë. E ç'a bëri? Mos i fyej. E pe? Po mos i fyej. Eshi vazhdo me bën. 20.000 protestues, mos i fyej. Ç'a bën? Se ka protestues ai më. O ti çet me kë? Po mos i fyej. Nuk ke pse të përdorësh atë fjalor ndaj qytetarëve tu. Shishi po e bën prapë. Po se ka për qytetarë, do të thënë. E tall me nderën ti me mua tani? Tani logjika në këtë mes. Logjika në këtë mes. Tu më këtu se nuk ka vetëm emision. Tani ka një model. Ka dhe raport njerëzor. Ka një model Rama. Po pse e morën personalisht? Ka një model. Është budallallëk apo?
Ka një model Rama, është poshtë ka një model... Qëllimi cili është i emisionit, të bëjmë zhurmë apo do bëjmë... Jo, po qëllimi është... Duro, pastaj do t'jap... Jo, një sekond, po qëllimi cili është t'ja fusim njëri tjetër? Ka një model Rama... Rama... me ty, o burr. Si nuk u morë me më? A i tha, mos u këshu për ata. Mos u talta me ata 20.000 që Sepse mendoj që e kishe me ata, ti pra. Unë kuptoj se kishe me ata. Ka një Jo, model pra, a i tani Rama... është në krijim. Ky nuk është budalla. Në momentin që ti ndërpret, ai Nuk hop. është budalla që të kapit në vendosi më përballë 20.000 robëve. Po ti vërtet e ke që u vendosë përballë atyre. Jo, po e kupton tendencën. Ka një model Rama... Është liksi me një robë që hapu. Ka një model Rama, i cili... Ka një O, model Rama... Flogu, Ka një toleranca model... s'ka munguar kur. Ka një model Rama... Me syt jeshil dhe blu që ke ti, do t'jesh njeri ftohtë. Pse bëhet njeri i vogël? Ti je viking. Vikingët nuk... Jam, pse bëhet njeri i vogël? Nuk, edhe njerë, lere tjetëri se ka drejt gaboj. Ka një model... Se Flogu, të lutem se na ikën ora, Flogu. Të lutem, që do ja fjalën direkt. Ka një model Rama i cili thot që sa t'jem unë investimi do vijoj. Çështja është sa t'jen institucionet shqiptare, investimi vijon apo nuk vijon. Lidhja pas gjithshmërisht e investimit me kryeministrin, tani unë nuk e di pse e lidh veten pas gjithshmërisht me investim. Kjo është pyetja e parë që bëhet. E dyta, model qytetarët dhe qytetarët pikrisht godasin modelin e Ramës, sepse kudo që Rama shkon dhe kudo që thot, ky thot është investimi, thot, pastaj dalin ca grek, pastaj dalin ca amerikan, pastaj dalin ca serb, pastaj dalin ca rus, pastaj dalin të gjithë. Logjika për mendimin tim është shumë e thjeshtë. Ky model investimi që bën Rama është jo transparent, është e nevojshme që të ketë transparencë, është e nevojshme që të zhduke këto konspiracionet, jo vinë izraelitët, jo ikin izraelitët, jo vinë turqit, jo hynë grekët, jo s'hynë grekët. Ai mund të ketë informacione shumë më shumë se ne për çështjen apo ndërhyjnë grekët apo nuk po ndërhyjnë grekët. Ti morë rastin e Kosta Navarinës. Por ne nuk kemi ndërhyrë asnjëherë për t'i thënë grekëve se çfarë kanë bërë me Bregdetin e tyre. Asnjëherë si kemi thënë. Tani, edhe reagimi disproporcional në këtë lloj rasti, unë nuk e di pse grekët e bën këtë lloj reagimi. U shqetësuan për qytetarin e tyre, reaguan për qytetarin e tyre. Tani kryeministri po e thot këtë lloj gjëje sikur është duke u bërë gurguleja. Logjika është shumë e thjeshtë. Do të spinoj pra që njerëzit që të mos vinë në protestë, duke ditur që ka një antigreqizëm këtu, fake në fakt, se është fake antigreqizmi, nuk është se është i vërtetore, është vetëm rrjete sociale. Në thelb nuk ekziston fare, kupton? Janë vetëm njerëz paguar që duhet ta bëjnë këtë punë. Mjafton ti shofësh ta hapësh ekranin dhe i kupton më njëherë. Ai e di këtë gjë dhe luan me këtë gjë. Thotë, çat kapi Karemi le të kapi, se dhe ai vetë di shumë që s'ka lidhje Greqia në këtë histori, kupton? Kishin grekë kaq shumë byth, kishin mbaruar punë me kohë. Ata janë të dobët, realisht. Ai tani çfarë bën? Do gjej një armik. Por më intereson kjo vlla. S'kem se bëhemi dhe ne zëdhënës të spinimeve boshe dhe propagandës boshe. Mua më duhet të kuptoj, sipas teje vlla, a ka aferë këtu në këtë rast sepse unë këtu po i flas pak o sot vlla. Mua më intereson që drejtësia, para aq sa ka drejtësinë këtë vend, të japin ca pyetje. Ta ndihmojmë vlla, jo se dinë më shumë se ata. Ne do shtojmë pyetje. Në 90% të rasteve, kur flasim për investime korporative, gjithmonë ka gjë. Është super ofertë. Kudo në përballë. Bukur, tani se para se ja fjalën të ftuara speciale që kemi ne sot, se kemi Dorianë për të parë. Ta bënim replikën edhe pastaj. Replikën. Atë ti pse ja the Floku, sepse ai Jo, është do flas unë, kam nevojë Po tani, Jo, dua të kuptoj çfarë do të thoshte më. Po më e tha, unë vazhdova t'ja kërkoja dhe ai vazhdoi të thoshte atë që donte të thoshte. Tani e vjojmë. Tani nuk e bëj unë më, sepse është koha ime. Ka që thjesht. E para, bytha shqiptarëve që tallet me emrin e Kushnerit në këtë rast, ishte Rama, jo protestuesit. Se Rama po thot është Kushneri që po investon. Kjo është e vërtet. Dhe të vërin gojën time, sikur unë po jo thoja byth shqiptarëve atyre që protestojnë, kjo është liksi. Por i ngelet ta bëj ky që s'ka turp. Mos fol kështu tani shok tani, nuk flik. Kaq, po jo pra, shok ishin. Tani tjetra. Jo, jeni. Tani tjetra për argument. Nuk e lënë të zjeni. Tjetra për argument. Sot Ivanka Trump ka dhënë një intervistë, një podcast. Dhe thot për Sazanin dhe për Zvërnecin. Në fakt, thot për mua, nuk është as biznes, pavarësisht për masave të projektit. Përveç ishullit, kemi dhe rreth 5 milje vi bregdetare për Ballti. Një gadishull thot i mrekullueshëm, me lagun në njërën anë dhe det anën tjetër, me plazhet bukura e bla bla bla. Për mua kjo ndihet më shumë si një sfidë se sa si një biznes. I ka dalë zot kjo zonja. Ka dalë sot në intervistë. Po, ka dalë një podcast. E ka hedhur në Instagramin e saj. Kjo ka dalë dhe i ka dhënë fytyrën këtij projekti.
Tani në qoftë se edhe kjo gënjen, Po si shpërgoj që në dokumente nuk del fare Ivanka, Xharet nuk del të zvërnesi. Isha duke Dani të Sazani pak, edhe ati nuk dani ishte qarë. argumenti për pjesën që tha Sebastiani, që nuk ka këtu Kushner fare. Dhe unë prandaj thash që kush ka Nuk del për dokumenta, më nuk del për dokumenta. Prit pra tani. Mos të merr me debatin me. Dokumentat pra tani. Dalte dokumentat tani. Po e para ishte kjoje. Nuk e kisha ma ata 20.000 se nuk ka parë gjë më të bukur në 30 vjetë se ata 20.000 që kanë dalë atje. Se ata janë vetëm majte, kupton. Dhe 2 e kisha me atë që ti e do shumë, që quhet Edi Rama, dhe 3 dhash faktin që këto zotrinjt e shtëpisë Bardhi kanë dalë zot ti projekt. Qartë. Tani kalojmë pak te letrat. Te letra tani, se pas do flasim për protestin. Tani sot që Më flas. thuaj ku del ai dhëndri Trumpit, Lere Ivankën, ku del Xharet Kushner, ku del Xharet Kushner në dokumente, se unë kam gjithë. Atë konglomeratin, pra atë dua të sqaroj pak me aq sa e kam investiguar unë. Konglomeratin që lexove ti. Okej. Po jo, unë e lexova shkurtimisht, se unë kam të gjatë. E di, po unë do e bëj dhe më shkurt. Okej, jepi. Pra këtu ke 2 subjekt. Vetëm ma lexo të lutem se është i ka komplikuar, ma lexosh ku del Xharet. Po shkurt. Jepi. Jo Xharetin, do lexoj shkurt diçka që se Xhareti shko gjatë. Ore, pse Xhareti, më fal. Pritja ime është kjo, më të lutem ndihmo. Po pra, po patjetër. Se unë e kam shumë më të vështirë, ëh. Patjetër. Nuk është fare pjesë. Edhe nuk është, edhe e imja nuk është. Prandaj sepse me gjithë osintet, pra me gjithë këto open source intelligence pra që kemi ne, deri tani, është tjetër gjë çfarë është thënë në publik. Dhe vetë Rama e kanë nxjerrë. Dhe shumë njerëz tjerë kanë thënë, ore, ky është investimi i Xharet Kushit, do bëj me ca araba, dhe me këto. Do thotë Ivanka sot pra. Bravo. Ndërkohë, në dokumente, vlla. Nuk figuron asë Nuk figuron fare, vlla. Më lejo. Atëre kjo është çështja pra, domethënë kjo është pikpyetja. Pse këtu ka 2 gjumë, vlla? Ka një gjumë publike dhe një gjumë tjetër në dokumente, duhet të përputheshin. Në dokumentacion zyrtar rezulton se pasurit objekt zhvillimi, pra tokat, qofse mund ta themi kështu trash, ajo pasuria atje. Në Zvërnes po flasim? Në Zvërnet. Është në pronësi të Albania Land Development SHPK. Po. Person juridik i regjistruar në QKB-n Shqipëri. Po. Gjendet lehtësisht. Tani, kush është aksioner 100% i kësajt Land Development SHPK, Albania Land Development, është Sazan Land Holding LLC, që është kjo. Po, Limited Liability Company, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Jo, është regjistruar me NIPT kaq e aq, sipas ligjeve të Katarit, me numër identifikimi NIPT 0404 me adresë C/O New One Kati 1 Regu Center në Doha të Katarit. Po, dakord. Këta janë dy sirianët. Po, pra. Janë 2 vëllezër sirianë këta që 100% aksioneri kompanisë që është regjistruar në Shqipëri. Aksionet 100% i ka kjo kompania e këtyre të Katarit me qendër në Doha. Këta i kanë blerë tokën pronarve, atyre pronarve që janë atje. Bravo, për tokat pra, sot që flasim, pasurit objekt zhvillimi, pasurit objekt zhvillimi janë 100% të këtyre. Tani, pas kësajt të Dohas që thashun, janë dhe kompanit e tjera, ku Kushner dhe Ivanka thot që jemi ne. Më tutje nuk kam shkuar unë, ta dalin publikisht, po. Po na mashtruan, le ta mashtruan. Ne s'kemi dokument ku janë ata. Nga djenja vetëm diçka, mund të... Po ata kanë dalë publikisht. Nga djenja që kam unë... Do na ndryqosh Marsit? Po. Se ti edhe avokat. Bëhet fjalë për 220 hektar të cilat kanë qenë në pronësi të familjes Balliu. Edhe personi që është tregjur... Dhe në më zgurush Artur Shehu më duket pronar atje. Një sekund. Ka qenë pronar toke. Objekt konflikti është, objekt konflikti. Jo? Janë disa. Janë disa. Artur Shehu ka pjesën më të madhe. Është një ndër to, po. Është një ndër to dhe është çështja pra që është objekt konflikti në gjykatë. Njerë pra, sa tokë është atje që do... Për sa totali sa e madhe është? Din sa hektar janë? Totali jo, nuk e din. Këtë njeri sa hektar është atje? Unë di që... 500, rreth 500 e ca hektar. Nga të cilat gjysma thonë, është e zotit Shehu, që jeton në Amerikë, vlonjata ai, që ka ikur që atëre, në bani mund besoj. Ju s'mani mund se jeni të rinjë. Po, në kohën 97-ës. Po, ka i në Amerikë ai. Tani bëhet fjalë për 220 hektar që i përkasin familjes Balliu, në të cilat kanë qenë pjesë e kësaj, domethënë objekt pronësi, kësaj familje që para viteve 45-40, që para komunizmit. Ta që kanë fali Balliun? Nuk kanë asgjë. Balla apo Balliu? Balliu. Okej. Dhe bëhet fjalë për 220 hektar, në të cilat më pas janë shtetëzuar dhe në 2003 i është bërë me vendim të kthim kompensimit pronave një pjesë e tyre.
Dhe akoma pjesa e pronësisë për 220 hektarshin, pra për totalin, pjesa e njëri është objekt gjykimi dhe është në gjykim të apelit. Që do thotë vendimi shkallës parë në cilën është humbur dhe në bazë atij objekti vendimi është bërë gjithë ky investim, nuk është vendimi formës prerë, duhet pritet edhe vendimi i gjykatës apelit. Po? Dakor, pa këtu është një nga ngërçet e parë. Pra se thua, janë një palë pronarë që pretendojnë që toka është tona. Është e tyre, po ndërkohë që vendimi është në apel. Është fituar shkallë parë. Lekë ndërkohë këta dy tipa i tha Flogerti, ku t'ja kanë dhënë? Se kanë dhënë kësaj familjes për që është në gjyq. Jo. Ku t'ja kanë dhënë? Ja kanë dhënë atë palës tjetër që mund të jetë zoti Sheu. Cila është pala tjetër? Lidhet që është zoti Sheu. Pronarët që kanë letër me tokën me letra që nga 2009. Që është ky zoti Sheu apo jo? Është zoti Sheu pra. Ka dhe të tjera atje. Ka dhe të tjerë, po. Ka dhe të tjerë. Ha, edhe? Ndërtohet e zoti Sheu. Problemi është tu, që vendimi shkallës parë nuk është vendimi i formës prerë. Ka pra duhet të kalojnë në ato. Vendimi i apelit është vendimi i formës prerë. Po sikur apeli për shembull të hapi, nuk të hapi domethënë të hapi familjes Balliu, atë çfarë ndodh? Çfarë bëhet? Bie investimi. Nuk është objekt pronësie. Ndron pronari. Ndron pronari. Mirë, pranoj po. Ka një moment që ata mund të merren vesh apo jo? Në qoftë se pranojnë dakordin, që shifra janë dakord me palën tjetër, të bien dakord ata bëhet zëvendësim. Pra i bie që Artur Sheu që ka marrë lekët e zëm, nëse i ka marrë lekët nga këta vëllezërit e Katarit. Do të kaloj I bie që Artur Sheu të jetë njëri shumë i mirë, me zemër shumë mirë, thotë, me që ju ngatruat unë këto lekë që më ka dhënë këta, po ti jap ty se ti je pronar apo jo. Problemi është çani. Për ata që janë juristë, është një teknikalitet shumë i rëndësishëm. Është një teknikalitet shumë i rëndësishëm. Nuk mund të bësh kontrata përfundimtare kur një çështje është objekt gjykimi. Është parim juridik dhe është parimi i sigurisë juridike. Në raport me investimin që është bërë me këto të tre guackat, siç e thon, se tre arkat. Pa para janë këto. Që janë pa para po. Ekzistojnë një konvent që quhet parimet OECD-s, që është konventa më e rëndësishme në lidhje me transparencën dhe me pjesën e menaxhimit korporatave, të cila bazohet disa parime shumë qarta, që është parimi i transparencës, parimi i aksesit, parimi i përgjegjësisë sociale dhe komunitare. Po, ka një kuadër ligjor të papara jo, ka traktat. Po, dhe ja është traktat ndërkombëtar, në cilin Shqipëria ka firmosur. Tani si bëhet kur ky investim bëhet, kur mungon parimi i transparencës? Në aty nuk është një gjë midis privatëve, ja si puna e këtij. Balon Ademit me Pasollin. Të flasë gjykata, po kjo është detyrim publik. Apo kjo s'ka lidhje se kjo. Ka lidhje, është detyrim publik ajo, detyrim publik. Ase në këtë rast shky shteti këtu. Ynë shteti. Pse Rama i shkret duhet merr edhe me konflikte? Se kanë shkruar këtë konvent, nuk ka lidhje me konfliktet që kanë me këto kompanitë që ne folëm. Ja erdha Dorian. Që është pjesa e guaskave, që janë me këto lëvozhga, nuk i kanë shkelur parimet të OECD, sepse nuk ke parimin e transparencës, nuk ke parimin e aksesit. Mirë. Nuk ke parimin e përgjegjësisë sociale, sepse ka dhe një përgjegjësi sociale komunitare. Çdo korporat kur investon, në zonën që investon, dhe ky është problemi më i madh në drejtën e korporatave sot, ka një përgjegjësi ndaj komunitetit që jeton aty. Në lidhje qoftë me formën e investimit, qoftë me formën e garantimit dhe të sigurisë dhe transparencës ligjit, qoftë me formën e përgjegjësisë se si do shkojë ky investim, dhe sa është afër asaj që është e përcaktuar. E zeza mbi të bardhë në ligj. Nuk bëhet domethënë thjesht me një lloj ideje totalitare që është kështu, që shikoj këtu do bëhet një super investim madhor dhe do bëhet hoteli më i mirë. Kjo është prallë. Problemi është racionaliteti dhe impakti publik dhe impakti me atë që është faktike. Okej, do bëhet kjo. Kush janë pronarët, nga sa janë fondet përkatësisht, sa janë fonde aktive, se edhe vetë një kompani, objekt të kapitalit, ose objekt të themi kështu të investimit, ka kapital, për ka dhe aktive. Por nga këto para që do udhen 4 miliardë, janë vetëm para kesh, apo ka dhe aktive? Ato kompanit duhet të ndjekin këtë djalin se mund t'i bëj dhe punë. Falenderoj. Marsit, falenderit. Vetëm një gjë e kisha. Jepi. Doja t'i kërkoja ndjes si ju ktheva pak keq Sebastianit, tani e kuptova që ishte keq kuptuar. Po unë të thashë por. Kështu që unë të thashë por dhe ti. Po mirë pra tani. Po ç'të kapi se ti dhe njëri i qetë, ç'patë. Jo, po më insistoj edhe. Ka dashuria, ka qedo shumë se ebi nuk e pranon. Jo, këtë është protesta. Është protesta e parë, çan, është protesta e parë, ato të opozitës si durojt dot, që e kam dashuruar. E do. Mban erë të mirë. Janë njerëz të tu prandaj. Po patjetër që janë dhe njerëz të mi. E pse i tha Rama sot? Unë i dua shumë ata se ata shumë. E po nuk do sti unaj. Më votojnë mua. Ishte keq kuptim edhe nga ana ime. Ja, kjo pyetje për shkakun do bëhet pas pak. Ore, ç'a kanë këta me Ramën, vëlla? Ato që zbërthejnë pas. Kush e kanë nxjerr? Aty kemi më shumë informacion. Ta zbërthejmë këtë, në fakt duhet ta mbyllim këtë pjesën e dokumentave. Ja, e mbyll dorë. Po për mua është e qartë, mo. Lëmshi i krijuar, nga ndonjëherë është më i fortë se sa pra kur del në dritë që ka një mashtrim diku. Hop, diçka bllokohet apo jo? Është edhe teoria e kaosit. Kaosi është shumë i rëndësishëm, sepse çdo palë ka mundësi që të ketë ai që quhet ashensori, për të ngjitur, jo në mënyrë hapa hapi, step by step. Po këto lekët që pritet hidhen atje,
ose janë hedhur, se ati ka filluar, i pa ty ato makinat e mëdha, që janë fut në det, që duan të hapi rrugët, kjo pjesa e zhvillimit. Këto lekët që janë hedhur atje, valla, kush i hedh? Kjo është çështje tjetër. Më konë pra që tash transparenca. O, Doriana, të lutem. Po, Ledio. Ka dalë çek motori. Si? Ka dalë çek motori. Doriana, të lutem, të vemi të mbushen një pak të hedhë. Në makina rrugës pasaj. Çek motori dhe ka thënë gjithmonë, e thot Marsidi shkret, e thot. E të manë, ty është çek motori. Atje, urgjent, Ledion, nisi e furnizohemi. Kujdes, ju kam thënë që ndërë, mos fusi çdo lloj zore në makinën tuaj, s'do hani dynjan, dakor? Nisuni me kast, thoni do shkojnë dhe furnizojnë makinën, po ku? Te SPO Ili, ja shikoni. Është i vetmi karburant serioz në Shqipëri, që ti merr benzinë dhe naftë ose naftë të pastër 100%, dakor? Kujdes, do iki makina nga duart. E vetëm këtu makina merr frym, ka performancë motori, çlirohet. E gjerë gjithave për Tiranë se po Ilin, është i papar Saidi, është pronari. Said e gjeni gjithave në Tiranë dhe kur dini nga Tirana prap ju del. Shikoni logon ja. Mos e harroni. Me kast. Do ikim për qef ku te SPO Ili. Dakor? Ç'do bëjmë? Do fusim zorën. Po pse? Se vetëm atje është zorë serioze. Ledio, mos thua që do t'i ikim prap. Po. Mos. I mbeti Dorianës për herë të parë fjala në gryk. Jetë Ledio. Jeni të shumë, jeni pa fundi për na shikoni në faqen YouTube, po dhe live në MSN Zënja Zotrinj. Vazhdojmë pa umburkohë, jemi në studio me 3 miqtë e mi, Marsit, Flogert, Sebastian. Sonte në ka ardhur dhe një mike e re në emision që i quhet Doriana Musaj, aktiviste prej 8 vjetësh, tashmë urbaniste, pjesëmarrëse në protestën më të fundit që po bëhet në qendër Tiranës kundër projektit të Miza, ja e kapa, ja shite, ja. E shikon, atë tha që ka ardhur, por sot në kemi haruar pallaskat, Zënja Zotrinj. Kemi marrë pallaskat. Të lutem, në çdo kohë të vështirë njerëzit buzëqeshin. Edhe në kohën e luftës njerëzit bëjnë dashuri. Më mirë vret me dhe dorë. kërcejnë. Kështu që ne do vazhdojmë të qeshim, edhe pse fundi i botës duket gjithmonë afër, asnjëherë s'ndodh. Eliminon më mirë me dorë. Kë eliminove Ledio? Eliminon më mirë me dorë. Me dorë, po puna është që s'po më ashtu. Jepi, të dëgjoj pak Doriana, cili është mendimi jot, jo për protestën. Mbarojmë tani këtë për 1 minutë dhe të kalojmë te protestat. Me këto i dëgjova edhe nga kolegët e mi. E nisëm ke prona, e lam ke prona, kështu që unë do ta vazhdoj ke prona. Te prona jemi. Këte ka vetëm një formë se si neve mund ta kuptojmë se cili është pronari dhe a ka konflikte apo s'ka konflikte, duhet të publikohet leja e infrastrukturës ose leja e zhvillimit që AZT-ja dhe kryeministri ka thënë që është miratuar. Po, leja zhvillimore, po. Leja zhvillimore ka në dokumentin e saj ka dhe zhvilluesin dhe pronarin. Po pse nuk janë publikuar ato? Jo. Është e sigurt? Jo, nuk ka si dokument publik. Po një verifikim të lutem stafi. A është publikuar kjo apo jo? S'ka mundësi, ato të jenë transparente, ato s'mund të jenë të fsheta. Jo, ka vetëm një dokument që është rendi ditës si datës, më duket 29 prill në mos gaboj 2026, që paraqitet që është depozituar në rend dite, por nuk ka një vendimarrje nëse është refuzuar apo është miratuar si leje. Të paktën në portalin zyrtar të Agjencisë së Zhvillimit Territorial. Ja, lexon këtu? E ke këtu, Doriana. E ke këtu përballë, Doriana. Këtë kjo këtu që mos lodhe. Qa lexon atje Ledio? Leje zhvillimi për objektin Zvërnet, Peninsula, kompleks multifunksional, panimi, shërbimesh, hotelerie, rekreacion, marina. Kjo nuk është dokumenti lejes. Kam përshtypjen që kjo është nga lista e rendit të ditës. Edhe marina thot. Jo, është nga lista e rendit ditës ka drejt Doriana. Leja e zhvillimit është dokumenti që ka të paraqitur planin e vendosjes. Megjithatë, nëse mban mend, Rama fal që ndërpres. Zoti Rama tha dje që nuk do ketë marinë, tha. E mban mend? Shqipe atje është shkuar marina. Mos është kërkesa kjo. Po nuk është leje zhvillimi kjo. Ky është thjesht një listë, ajo duket numri 41, pra është një dokument që kjo është thjesht listuar. Leja e zhvillimit është dokument teknik, është miratohet. Mund të jetë thjesht kërkesë thua ti? Mund të jetë kërkesë, po, mund të jetë refuzuar ose mund të jetë miratuar. Nëse është miratuar, ka një formular, ka një format digital. Okej, kalojmë, ecim. Pra mund t'i gjesh online. Ai tha që i kemi refuzuar.
Që tha 2 herë. Qofse është refuzuar, atëherë kemi I një... ka refuzuar pas protest, po s'ka rëndësi, ka refuzuar. Nëse është refuzuar, atëherë kemi veprimtarit palishme që po ndodh në zonën e Nartës, pasi makineri që kanë hyrë aty nuk mund të punojnë pa leje. Nëse është refuzuar kërkesa për leje, atëherë ka veprimtarit palishme në territor që duhen pezulluar çdo lloj veprimtari. Ata po studiojnë biodiversitetin. Me beton dhe me makineri nuk Janë futur studiohet çmendurira, janë prerë pemë brenda, është bërë çmenduri atje valla. Jo, aty janë betonuar, është mbyllur. Do të them atje po të vej spaku, nuk e di ato shkoj spaku në vend apo jo. Kush vë bas me mua sot, që atje do i gjejmë mos përfullshmëri midis punëve që bëhen dhe lejes që mungon 100%. Shkojmë. Sepse në Shqipëri, unë di raste pa fund, por që s'ja vlen se futesh në armiqësi me gjithë dynjan, valla. Fillohet nga që kanë miq njerëz në pushtet, fillohet ndërtimi pa leje. Po mirë, këtu autoriteti është vetëm një, që është Këshilli Kombëtar E di, i pra. Territorit dhe Ujit, që Nuk zbatohet në teren, nuk e kam bllafin. Dhe mjafton që në këtë rast që është kryetari i Këshillit KKT-s është dhe kryetari i Këshillit Ministrave, Agjencia Kadastrës, Shtetërore Kadastrës është në varësinë e kryeministrit, mund ta sqarojë një dokument pronësie, pra mund ta nxjerrë një dokument pronësie, dhe leja pra janë dokumenta të aksesueshme dhe janë direkt në varësinë e zyrës kryeministrit, domethënë nuk janë lehtësisht të gjurmueshme nëse janë si dokumenta dhe janë miratuar. Qartë. Kjo është pika parë, transparenca, dhe këtu fillon dhe këtu mbaron diskutimi. Se s'mund të flasim për kompani... Transparencë nuk ka, kjo duket. Tu bijem dakord gjithë. Këtu është e gjitha. Këtu tani është thënë që ka leje, mirë po nuk kemi parë dokumenta, domethënë leja nuk është, ose më saktë, transparenca nuk bëhet me deklarata. Iku kjo, Doriana, nga ty na intereson, si urbanisti që je. Sepse u bë dhe ky debat, dhe ky është një debat më vete në momentin nga mënyra si bëhet, se po duash e bën të mërzitshëm fare, po duash e bën interesant. Ka ndryshim midis zonës mbrojtur, që është Zvëneci që nga viti 2004, kone Tosnanos, vjes pas, dhe nga peizazhi mbrojtur. Tani pa hyrë në detaje teknike, se këto janë terminologji që përdoren në ligjin për zonat e mbrojtura dhe mund të krijojë më shumë konfuzion se ta sqarojmë. Po çfarë mund të themi? Situata është e tillë që zonat e mbrojtura në të paktën në 5 vitet e fundit Dhe që 2024 kanë bërë disa ndryshime. qeveria i kanë ashtu këta. Fillimisht 2022-shin, kemi një tkurrje të zonës së mbrojtur të Nartë Vjosës. 5.000 hektar u hoqën dhe përkojnë me sipërfaqen që u ndërtua aeroporti i Nartës. Se Nartë Vjosë që dhe ajo ku bë aeroporti. Po, është e njëjta zonë. Qartë, Pra, qartë. fillimisht kemi një zvoglim në metra katror të njëjtës zonë. Ndjes, ka një leje ndërtimi infrastrukturore për objektin. Ky është rendi ditës. Po. Pra për kryen e punimeve drejtimi dhe punimeve përgatitore në funksion të ndërtimit të rrugëve të aksit brenda pronës, me subjekt zhvillues shoqërinë Zvënec South Adriatic Development SHPK. Gjithsesi kjo është rendi ditës, po të hysh brenda dhe ta kërkosh këtë vendim nuk ekziston fare, pra nuk është i publikuar. Në një vendim, kjo është 29/4, po të shkosh një datë përpara, 24/4, janë, i numërova, nga 25 vendime të rreshtuara si ky këtu, vetëm 15 janë publike, të gjitha janë refuzuar. Pra këto mund të jenë të gjitha të refuzuara. Ky është gardi ndërkohë. Ndërkohë, ky është punu, po, ka filluar Ky punimi. është gardi me tela, Po, praktikisht po. në bazë të kësaj është për gardi. Po, pikës 5, po. Pra, Dhe pika 5. Rendit 5. po, Qa lexon leje ndërtimi pesa, infrastrukturore. Pra Po është kjo nuk aprovuar. është një leje, kjo është thjesht... Atëresisht aprovuar gardi. Pra kjo është lista që është vënë para tavolinës... Rama e goditi gardin publikisht. Po më falë, po kjo qa është? A e goditi pra, si të paliqëm. Gardi është akoma aty, po t'ishe i paliqëm do kështë quj KMT. Dakor, unë po të citoj, nuk po them që se ka bërë duket, se në të kundër s'do kishte protest. Ka konflikt pa ka... Se gjuha, si që tha... Ta kam lafi që a i gardi, po mos ishte këtë dokumenti, nuk do ishte bërë. Pra, i bie që ata që kanë bërë gardin, e kanë bërë me i dokument, se kanë bërë kotë. Ate nuk e dim. Ata privat. Ate do t'a vërtetojnë... Po s'është ky dokumenti, jo, po s'është dokumenta i. S'është dokumenti, jo, se është këshilli... Leja ndërtimit infrastrukture kërkon... A është dokument ky? Jo. Falë, jo, se nuk po të pyes ty. Okej, më falë. I bie që ta verifikoj. A jeni të bindur që ky nuk është dokument? Se s'ka mundësi mos jetë dokument. Ajo ta thot në kokë, thot sekretariati rendi ditës mbledhja. Pra janë çfarë do diskutohet atë ditë. E ju thoni s'ka kaluar asgjë, se shpa mungu mos ka kaluar asgjë. I takon sekretariatit Këshillit Kombëtar Territorit, dali dhe thot ky është vendimi, kjo pika 5, leja ndërtimit është kjo. Kërkoj pak të vendim, nuk ka. Deri para një ore nuk ishte. Errësirë totale. I jepi. Pra, në 2022 kemi disa ndërhyrje në këtë zonë zvoglime. Një nga këto zvoglime është dhe heqja e aeroportit. Pra, filloi... Heqja e zonës ku bë aeroporti do të thuash, po.
Pra filluan coptimet, dhe këtu kemi, për ta shpjeguar, do marr pak kohë, shumë shkurt, në 3 minuta do ta them, se si ka ndodhur. Pasi nga 2022 deri në ditët e sotshme, mund të rreshtojmë 3 veprime të tjera. Në 2023, në dhjetor të 2023, 12 deputet Partisë Socialiste, në mos gaboj, paraqesin ku në vend një kërkesë për të ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura. I cili ligj më pas kishte akumuluar prej kohësh disa ndërhyrje tentativa. Në shkurt të 2024-s miratohet me shumë kontestime, edhe nga organizatat në mbrojtje mjedisit, nga shoqëria civile, nga grupet e interesit dhe në tërësi, pra u bë me shpejtësi prej 2 muajsh, kemi ndryshime të këtyre zonave të cilat hapën rrugën për gjitha këto transformime. Qa ndodhi me këto zonat të mbrojtura, u bën më pak të mbrojtura. Normal. Që do të thot, ajo që deri dje nuk lejoheshe të ndërtoheshe, tani lejohet të ndërtohet. Pra praktikisht neve sot kemi ca zonat të mbrojtura në letër, por në territori kemi të pambrojtura, sa kohë shohim garde që rrethojnë zonat të mbrojtura, ndërhyrje makineri të rënda që kanë hyrë brenda zonës së mbrojtur, tregojnë që këto zona nuk janë të mbrojtura. Pra ka një moment që duhet ta pranojmë, o i kemi të mbrojtura dhe duhet i mbrojmë, nga ndërhyrjet. Pra, o jemi barës, jemi barës. Çani nga ndërhyrjet e njeriut, se nuk i mbrojmë nga natyra. Ne i mbrojmë që mos shkojmë neve t'i dëmtojmë. Që mos shkojmë të hedhim beton, që mos shkojmë të vëmë garde. Jam dakord. Ky është kuptimi i mbrojtjes. Tani, ose themi nuk kemi asnjë zonë të mbrojtur, i heqim fare të gjitha edhe. Po edhe mbrojtja është e njëjtë në çdo zonë apo kategorizohet? Tani, që ti themi të gjitha, domethënë. O të hymë ke kuptimet e ligjit. Që është momentum. Të shpjegojmë... Momentum. E bravo. Më falë, Doriana. Nuk është aq e Miza e thjeshtë. 2 të ekzekutuar sonte, zonja zotëri. Imagjino se ç'bëhet më lart. Na ndodhi ne këtu. Imagjino sa miza futen lart ndërkohë. Çe gjeti ram në shkretë, vetëm miza hyn nga të gjitha anët. Po pra, po është prishje e biodiversitetit së nese. Ne vin këtu në vend të ishin zvërnece, kupton? Unë nuk e shpjegoj dot aq thjesht uljen e kategorive sa çani kapin e mizës, pasi është mendoj një ekuacion me shumë panjohura dhe nuk intereson publikut. Gjithsesi u mund ta bëj një leksion për këtë punë, kështu që mund të zgjeroj me Unë kam detaje. komunikuar me juristë. Çfarë ka ndodhur? Dorian dhe më thonë që, për shembull, zona 1, zona 2 është absolute. Pastaj sa më larg shkon te këto degjimet 5, 6. Narta, pa pritur, humbi nga zona 1, zona 2. Qa i humbi këti pejzazhi në 3 vjetë? Po pra, pejzazhi Do të ndërtojë, nuk e fshin njeri ato. Jo, pejzazhi është pejzazh, thonë, ë? Pra, pejzazhi është pejzazh. Ka disa regjime mbrojtje. Do ndërtohet në nart brenda në lagun. Tani, Se erazi... thonë që jo, projekt s'kemi. Ashtu thanë dhe po raporti brenda t'u bë. Tani, momentin... Aeroporti kam qenë me ata që ishin protest dhe thonin, më falë, thjesht po citoj, edhe emrin po do, ja po e citoj, Redon Meksi, jurist, aktivist, ishte në protest, mbrëmë isha në emision, dhe unë e pyeta një lloj si ti. Ore vlla, po këto pelikani Kashurel që shky, mos na e vret avioni. Jo, s'ka pelikan Kashurel ai. Ai zog i bukur shumë. Si e ka emrin ai? Flamingo, ndjes, se shëmtova. Se kemi atë. Dhe Redoni më tha që studimi, ndjes, studimi që është bërë i biodiversitetit, studimi që është bërë, pra... Kush e ka bërë të studim? Nuk e di kush e ka bërë, unë po të citoj atë njeriu që ishte në protest dhe njeh dhe kë. Ka rezultuar që nuk e dëmton biodiversitetin aeroporti, tha. Nuk ka. Mund dëmtoj... Nuk ka si studim. Ku është ky studim? Nese. Tani ai e kishte, për sa koma tha. Dhe e kisha përballë, siç kam ty sonte, nuk është se... Është debat, Flogret. Jo, po e kam fjalën që... Mire ke fjala, po na vajti ora 11, ne Shiko, modeli tani është shumë i thjeshtë. Unë mendoj se e prish aeroporti, këtë po thoj. Që mos ngjesemi tek... Bravo, këtë po thoj. Aeroporti prish gjithçka. Aeroporti hapur për të ndërtimeve mas... Hypin e njerëz. Kjo është, prandaj është debat i madh. Shiko, nëse kjo gjëja do vazhdoj, ky model që shtrihet nga Rriolli, Velipoja, Durrësi, Lalzi, Spilleja, Vjosa, Narta, Palasa, Dërmiu, Ksamili deri në Butrin, të njëjti model, ne për pak vite nuk do kemi më as Grykderdhen e Vjosës, as Grykderdhen e Semanit, as Vërnecin, as Nartën. Vjosë që ka luftuar shumë dhe ky shpeti ka si quhet. Ky procesi golemizimit, Pierre Vieri për DiCaprio. siç u golemizua golemi Lalzi, Palasa, është njëjti model që do ndodhi. Ne kemi parë të ndodhi, nuk është një gjë që ne po e shohim për herë të parë dhe themi ua çapo na ndodh. Shif golemin, gjithën Velipoj, zbrit poshtë në Palas, në Dërmi, në Ksamit, e ke të ndërtuar. Duhet syri urbanistës. Pra, në momentin që ti çon, sidomos çon një autostradë, çon një aeroport, o çon një investim shumë të madh, procesi i ndërtimit dhe urbanizimit është i pashmangshëm të ndodhi. Ky është debati i madh, Doriana. Gjithë diskutimi, tu është zgjuarësia e një qeverie e cila shef... S'është vetëm këtu.
zgjuarësia e një qeverie që mbron interesin e qytetarëve të vetë, mbron interesin kombëtar dhe zhvillimin për 30 vitet e ardhshme është të balancoj gjitha ato ndryshime. Nëse ti fillon dhe të çon beton se janë dhënë mbi 200, me sa di unë 200 leje për investime strategjike në gjithë Shqipërinë dhe vazhdon golemizimin, nuk ka më as Pelikan, po s'do ketë më as Ivanka Trump, nuk do ketë më interes, se s'do ketë më atë peizazh që ka parë sot. Po ti thua Ivanka, sepse procesi i betonizimit dhe urbanizimit Ivanka është duke ardhë vetë tani. Jo pra, ajo që ka parë zonja Trump... A do t'i vrasë Ivanka Flamingot kjo pyetja? Po nuk mos u merr fare me... nëse Ivanka Trump... Ajo vrasi Flamingot dhe t'investoj parat. Nëse, qose Ivanka nuk do jetoj këtu, nuk ka si qerë shumë për Flamingot. Nuk i vret Ivanka Flamingot. Një vendim i gabuar... Unë po vi për Flamingot si janë kryevepër, thot se e thot... Po ajo nuk ka marrë përgjegjësi të shofi përputhshmërinë dhe çfarë gabimesh bëhen territor. Sekond, ajo çdo investitor, jo, mos e ngatro. Jo, nuk ka bërë studim, ajo është person interesi. Investitori dhe biznesi ka interes të zhvillojë zonën dhe thotë unë kam para. Shpal ajo, shpal. Dakor, pa do i marrim mbrapsht parat. Nuk e dim ne këtë. Ajo thot, unë po investoj këtu X milion. Ajo s'ka investuar asgjë njerë, thjesht ka dhënë një deklaratë publike në një emision. Dakor, po gënjen në për gënjen ajo. Nuk po gënjen. Thjesht ka bënë Timur, unë po them një investitor që i dalin dhe këta zot, a do i marri parat mbrapsht? Çfarë interesi ka të shkatroj Nartën dhe Flamingot që të mos marri kur parat mbrapsht? Kjo është jo win-win, po buz-buz. Prandaj neve do blejnë atje, nuk do shkojnë për Flamingot. Po nuk është aq e thjeshtë. Po t'ja lishmin e biznesit, atëherë s'kemi nevojë për qeverinë. Ja lëm biznesit ta bëj. Iku mbaroj. Jo, ti je majtiste, Doriana, të lutem. Jo, unë po ti lëm biznesit. Unë po ti isha i ftohtë, po ti isha i ftohtë tani. Nuk e di ç'do të thonë majtiste, unë po e bëj diastiste. Majtiste kulturalisht. Flokër të lutem se ti nuk e kupton. Ta përfundoj. Sa minuta kemi në dispozicion vëlla? Mund ta përfundoj. Dhe unë do doja ta sonte, po prandaj po them pra ti nuk e kupton këtë gjë dhe s'po ndihmon. Na rrëmbeu. Për ta çuar djathtas që ta balancoj meqense Jo, nuk kemi detyrë fare. Kushdo të jetë investitori, qoftë huaj, qoftë shqiptar, dhe pak rëndësi ka për mua emri, ajo që për neve ka interes, meqense neve kemi një përfaqësi në parlament dhe kemi një qeveri dhe kemi gjithë të struktura në gjithë të agjensi që marrin lek, janë me qindra të tilla, të garantojnë që këto investime që do vinë nuk cënojnë interesin kombëtar një, nuk cënojnë interesin publik dhe sigurojnë që këto investime të ngelen këtu dhe të jenë të për brezat e ardhshëm. Kjo është detyrë kushtetuese, çdo qeverie dhe çdo institucioni. Kaq po kërkohet. Nga ana institucione kanë për detyrë të thonë, po, rreziku është deri këtu, ne do ta ulim deri këtu, do marrim parasysh dhe këtë dhe do ulim në tryezë të gjithë aktorët të cilët janë të shqetësuar. Nuk mund të bëhet kjo duke u mbyllur një zyrë me 3 veta dhe thënë dim neve ju se dini. Jo, ndryshe ka një gjë që nuk shkon këtu. Dhe patjetër kjo do i rrikojë më shumë njerëz. Do vazhdoj të karikoj situatën në terren derisa gardi. Të dokument që kemi këtu. A është kushtin rikthy me pikpyetje? Po, shiko, për mua është gjuhëtisht rrigash të gjejmë kush janë këto prapa. Këto janë akronime emra kështu që nuk i gjejmë dot. Tu vetëm Spaku do ta gjej kush janë këto. Dhe me qira fjalë, ti ke besim te Spaku sot mora vesh lajmin që u lanë të lira, pra u hoqën nga sekues sot pronat e disa prona që marr Spaku në fillim ndaj Gysa Agasit, Beqirit, Karçanait, Ermal Beqirit, Karçanait. Edhe biznesmenëve të tjerë. Dhe biznesmenëve të tjerë. Spaku ja uliroi, me s'duket avokati. Jo Spaku, jo, gjykat. Gjykata më fal, se ngatrova. Gjykoja. Spaku na është bërë Spaku kështu, gjykoja po. Prokuroria e posaçme ka detyrën t'i vejë njerëzit para përgjegjësisë dhe ato t'japin llogari pasi me sa duket drejt qytetarëve nuk japin. Jo, po ne kemi mungesë llogaridhënie çaj, ne s'na jep njëri llogari se çfarë po bëjnë. Dim këtë gjë. Llogari para gjykat. Praktikisht edhe Spaku e vendos në pozitën që dali t'japi llogari për çfarë është bërë dhe si është bërë. Çdo njeri janë kthyer ato. Ka dalë lajmi sot gjithandej, po është lajmi kështu ky, nga që dominon kjo protestat dhe ka mbetur kështu. O Doriana, dëgjoj tani, për ta mbyllur sepse jemi në fund. Po e fillojnë nga ty tani se mbas do kesh më radhë për të folur. Ma thojmë fjalë sa më të thjeshta. Një e para, të gjithë u bën kurioz, kush janë organizatorët e kësaj proteste dhe më duket se e folën pak bashkë fillim, apo nuk e folën, jo s'kishte filluar emisioni akoma. Apo kishte filluar, se më e mend. S'kishte filluar. Jo, s'kishte filluar, po. Kush janë organizatorët e kësaj proteste, nëse mund të themi 1, 2, 3, 4, pa hyrje dalje për punë kohe. Ma kurse të lutem. Dhe e dyta, a mendojnë që kjo protest do vazhdojnë në kohë, sot ishte dita e dyta, po e treta duket. E treta, kam përshtypjen unë, pa dashur të ashtu, që ishin paksuar pak njerëzit. Si ishte si dje, për shembull, dje ishin shumë. Sot ishin më pak. Pra, është një trend për ty, një trend në ulje? Unë mendoj që ajo gota që ne thoshim është mbushur, është derdhur këto 3 ditë, dhe ato që kam parë në terren,
Dhe në shesh janë studentë e mi, unë nuk isha parë kur student. Aq shumë student sa kam parë, për herë të fundi që kam parë unë student ka qenë 2018-ën. Unë sot në fakt pash më shumë se dje, dhe sot e kam bërë xhiron, si më thënë, e pash protestën pasi kishe lëvizur, se dje isha që në fillim aty. Kështu që kishte shumë njerëz dhe dita e tretë është më e akumuluar sa dita e dytë. Aty sigurisht ka nevojë dhe ato mesazhet po shkojnë drejt nga një kaos sociale, po e quajmë, ato kanë filluar domethënë të artikulojnë kërkesa kryesore ka shkuar drejt dorëheqjes kryeministrit dhe kjo praktikisht pavarësisht se aty shoh shumë grupime, shumë njerëz të ndryshëm, ka dhe organizata, individ, njerëz që nuk ka një kohë protesta, nuk ka një kohë. Po që ne që kemi qenë këtë teatri aty jemi, domethënë të gjithë jemi aty. Janë disa grupe, pra, janë disa komunitete. Absolutisht po, janë të gjithë njerëz që janë aktiv në Tiranë, sikundër njerëz që janë të shqetësuar dhe shumë qytetarë. Që ke fëmijë të vegjël kemi parë, ke nënat me karroca, ke antarët e grupimeve të ndryshme politike, pra ajo është një protestë përbashkuese. Kjo ka ardhur jo për ta, sepse është vetëm një zonë e caktuar, por kjo zonë në një farë mënyre dhe ajo dhunë që u shkaktua ndaj atij djali atë dite, provokoi një nerv që me sa duket kishte karikuar dhe është pjekur një moment. Dakord. Unë mendoj që ne kemi ardhur në një... Po mos ishte gardi, si pas ndjesistën, po mos ishte gardi atje, me ato telat që ishin si ato të burgjeve. Po. Mos ishte gardi, do ishte bërë protesta, thuati? Se po mos ishte gardi, nuk do ishte sa i djali, nuk do e minin zvarë, Pse nuk u bë për rjollin, mo? Në fakt, po, ndoshta gardi ishte, unë atë ditë kam bërë një status dhe kam thënë që ndoshta jemi ne të rrethuar dhe... Pra gjithë shka ndoni për një gard, apo jo? Pra kishte nevojë dhe unë ndjeva e rrethuar, në fakt, kur pashët e gardin. Nuk pash ishte rrethu zvërneci, ishim ne të gjithë këtej të rrethuar dhe praktikisht na u kthyn telat me gjëmba, që ajo ishte maksimumi i arrogancë të kthesh telat me gjëmba atja veç qytetarëve para, në një zonë presupozohet elitare nesër, apo zonë me përparësi turizmi, apo zonë me investime strategjike, absurditet. Doriana, pa dashur ndërpres, se kam shumë respekt për ty. Të vazhdo me pyetjes, pas të kalojë te miqtë e mi këtu. E ke menduar si unë ndoshta dhe ti rjen qetësinë tënde, je vetëm në shtëpi, kur e mendon, gjitha njerëz kaq të bukur që kanë dalë në protestë, përveç disa njerëzve që flisnin që s'm duket dhe aq fakt them drejtë, më duken pak të çuditshëm, pra nuk përkojnë ata, disa prej atyre që ishin orator, nuk përkonte kuptimin... Si ndalë do të dhe pa dash të jem cinikë, nuk përkonin shumë, mënyra si ata flisnin, dhe gjëra tjera rroj që mos bëjmë cinikun, me ftyrat e këtyre poshtë, e njerëzve ishin shumë bukur ta njerëz. Tani, pyetja ime është, a patë vetë ndjesinë që në fakt kjo protestë në thelb, po të mendosh holl, nuk bëhet as sepse janë arritur çmimet e benzinës dhe të naftës, nuk bëhet as sepse nuk ka ilaçe në spitale, nuk bëhet as sepse arsimi ka ikur për lesh fare, e kupton? Numri i analfabetëve është rritur. Nuk bëhet pra për problemet e ditës që... Në rritje numrit të pasurive të palujshme të çmimit, flas. Nuk bëhet as sepse njerëz mungesën e ujit apo dritat që ikin edhe. Nuk bëhet as sepse 90% e njerëzve, sidomos qytetet e mëdha si Tirana, për shembull, nuk kanë hipoteka, nuk marrin dot hipoteka sepse kadastra nuk jep hipoteka. Pa asnjë arsye, nuk mund të bëjë qytetarin. Nxjerr kleshka dhe kërkon kështu bakshish. Është gjithçka e korruptuar, është gjithë zinxhiri. Pra nuk ngrihen për këtë, dhe ngrihen, me të drejtë ngrihen dhe këtu, po thjesht t'i vëmë një emër, jo vetëm prej gardit që estetikisht ishte i shëmtuar, dhe që ka zënë gjithë bregun aty, po ngrihen sepse nuk shkojnë dot në plazh. Pra në thelb, kjo është një protest luksi e quaj unë. Po ta mendosh. Nuk e di, a ke menduar ta them sinqerisht, nuk jam cinik fare. Jo, e kuptoj. Tash një sekond, këta s'janë ngrit për këto gjëra, më vllai, që i kanë të përditshme. Që u shtrënituar jeta, me zilisin kalamajt, me zikapin. Dhe në fakt, ngrihen, tani është dhe verë, se shofi një garë terrora, dhe shqiptarët i e di, dhe jo vetëm shqiptarët, gjithandej, po të mos i lësh të kalojnë terrora që të bëjnë plazh me një çadër, se s'kan të gjithë mundësi të vend tek privati, vende. Kanë qenë vend çadrën e tyre, marrin një sanduiç, tu s'ka bageta në fakt, atë marrin bageta po, në Francë po. Tu marrin një gjë për të ngrënë dhe hanë dhe atje, se ju bie më lirë. Po ta mendosh, pa dashur ta ul. Kjo është një protestë me bazë luksi. Sinqerisht, ato duket ty kështu apo e kam unë gabim? Shiko, gardi është shumë i rëndë sepse është përjashtues. Unë mendoj që është gardi. Jam dakord me ty. Mund të ishte kudo. Jo, më thënë, nuk është të thënë, mund të ishte rastësi që është në plazh, mund të ishte edhe në mal. Pra, gardi vetë, po ajo që e lidh me zonën aty është sepse pa pritur një zonë, unë kam qenë me studentë mi aty për ekspedit. Pra, që nga 16 maj unë nuk kaloj, unë e di çfarë është zona, e kam shkel me këmbë të gjithë, kemi bërë leksione. Po sigurisht, është zonë studimore për ne. Po më thënë që ka dhe mushkonja shumë moti aty nga që është ajo është, po patjetër pra, dhe ajo është zonë natyrore dhe duhet qëndrojë dhe ne shkojmë për të pa natyrën, nuk shkojmë
për të ndërtuar aty. Më çdo bëhet aty, stilën edhe njerëz, aty e di sa është më Do ta shkojnë aty. shkatrojnë më të gjitha të ekosistemin. Do prishet ekuilibrat aty që të ndërtosh Më njëri. shkojnë atë nuk e heqin dot. Ate e din ato. Di unë vende. Bëjnë disinfektime dhe e largojnë të gjithë specën e gjallë aty. Mund ta bëjnë. Po patjetër. Pastaj bëjnë këto malet me beton edhe i veshin me tapet jeshil që duken si bar. Mëshme ato. Pra ishte gardi që në një farë mënyrë ishte përjashtimi, një tokë e cila ishte aksesueshme publike, pa pritur një ditë të bukur nga i doli pronari. Pra këtu ka një ndinjat, sidomos në Shqipëri, që kanë shqiptarë 35 vjetë që presin për kthimin e njofin e pronave për një cop tokë të shtëpisë vet dhe nuk po e përfundojnë dot. Prona vazhdon gangren. Po pra, nga njëra anë. Dhe irritimi ishte kur përforcimi me tela me gjëmba, pra ajo ishte akoma më e dhunshme. Sot rumbullak këtu. Dhe ajo acaroi akoma më shumë, sepse aty pastaj ishte edhe një përdhosje i dinjitetit të njerëzve. Dhe më pas tërheqja zvarre atij njeriu, pra nuk ka më, nuk e di çfarë duhet ndodhi më shumë që secili nga ne, unë e pash veten të tërhequr zvarr, një ecje ideali aty, secili e pa veten të reflektuar, pra ajo është një shkelje i dinjitetit, integritetit njeriu dhe nëse njeriu t'i shkel edhe kjo gjë, pastaj nuk kemi më çfarë të. Po, në fakt ti je dakord me mua që kjo nuk është. Unë mendoj që ato njerëz që dolën protesta nuk janë për bukën e gojës. Ato janë po. Janë proteste një brezi gjenerate Z, Çani. Që janë fëmijët e atyre gjenerateve të viteve 90. Di është gota ime Z. Por tani kjo gjenerat, ndryshe nga ajo e brezit 90, ka një shans të ri, ka një shans ta bëjë më mirë se prindit e vet, ka një shans të marrë edhe udhëheqjen e protestave, edhe udhëheqjen e vendit, dhe unë mendoj që janë brezi më i përshtatshëm dhe më të përputhshëm me integrimin evropian. Dhe ti je dakord me mua që në fakt çdo regjim, më shumë se të vafrit që protestojnë për bukën e gojës në vende të tjera, kanë më shumë frikë këta apo jo? Po patjetër, se këto janë të lirë, këto janë evropian, këto janë të lirë në mendje. Tani janë të lirë apo jo, do marrin vesh pas pak. Okej. Sepse ka dyshime që në fakt njerëzit e shkret nuk dinë gjë. Po flas për rinim, po flas për prezin. Ata s'dinë gjë. Prezin që ishte në protestë. Problemi është ka një fuqi të huaj mbrapa, që e ka shtyrë përpara këtë agjend, Flogerti ka gjëra për të thënë, Sebi nuk e di, Marsiti nuk e di, por lajmi i fundit i këtyre erdha Ledio, i këtyre 2-3 ditëve të fundit, me që fonë për më shkonja të zotrinj, ju pëlqejnë këto gjëra kur ja them unë, Flogert, Sebastian, Marsid, Doriana, Google-i. Po lëshon 32 milion mushkonja të sëmura, me qëllim në laboratorë, me qëllim, që të sëmurin mushkonjat e tjera. Kjo po ndodh në Florida dhe në Kaliforni. Është lajm i 2 ditëve të fundit. Është OpenSint, është OpenSint them është. OSINT. Është lajm që mund ta gjeni kollaj fare, do bëj unë si Rama, hapi shkoni atë holdingur vëllai. Hapi shkoni për fjalë. Po u fut Matia s'kishte asgjë, ishte thjesht një gjë, s'kishte lidhje fare. Papaxhi më e ke thënë? Papaxhi papare. Po, kemi harruar Papaxhiun në plak. Po e bën prapë Papaxhiun. Po në papasa, do papasa që papasa. E pesi i mashtronte të gjithë. Po më perla ishte kjo. Por dëgjova këtu nuk mundem më. E ka Ledio. Ledio jepe çik, është momenti që i thot ka menduar të iki. Mos. Dëgjova. Kishe shumë. Jam shumë i drejt për drejt dhe base edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Këto janë ditë shumë të habitshme. Më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. Të udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Aman mos ik, aman mos. Mos ik çdo bëjmë për ty mos. Por dikujt i pëlqen ky lloj aktrimi, dikujt nuk i pëlqen. Po është i dobët. Por mua është i dobët, po ka me mira vetë që jo vetëm që e duan. Nuk e kupton që është aktrim, po ju duket që ai ishte vërtet i mallëngjyrë. Është i dobët. Megjithatë, edhe ai i dobët se nuk mund ta themi, është viti 14 në pushtet. Mendova që do jetë deri në 2029, që do jetë viti i sa i bie? I 18, apo kam gabim? Dhe deri në 2033, që i thon viti i nga 98, në 2033. 98 o plak tani, sa është kryeministër, mos ik tek Aha, okay.
Sa? Se unë e marrë... 22 vjetë. Po. Dhe themun në 33-shin, ore. Jo, sikën, jo. Se unë kam thënë që ai nuk ikën gjallë nga pushteti, vëlla. Po e tha, edhe... Vetëm një gjë që e mban jetë. Ishte të dhe restis politikës ishte Vučići dhe të njëjtën gjë tha faktikisht. Marrë burr. Edhe unë tha mund t'ikja tha, por tha na pushton Kroacia dhe Shqipëria tha. Normal burr. Sepse edhe Vučići është i bindur që Shqipëria dhe Kroacia po organizojnë protestat e studentëve. Edhe kanë një infiltrim shumë gjerë në protestat e studentëve në Serbi. Ore, po të votojnë sot në Vlorë. Edhe... Si mendoni ju? Edhe do fiton të ky në Vlorë. Sot në Vlorë, me që është Zvërneci. E ai ka frikë plonjatët. Po do fiton të edhe doktori e mbështet këtë projekt. Se mos e mbështet se ky nuk do e fitonte. Se di? Qani. Ja, u kam thënë. Votojni, dili dhe në protest. Po, Ledio. Përveç shtrirjes në plazh. Ledio, folë më fort, va, se ti kujtu Përveç se në shtrirjes t'i në plazh, duhet shtrihesh dhe në dyshek. Mos. Prandaj më thoni që më dhe Mesi e qafa këto ko, dhe Kurizi. Ishni mor dyshekun se latë namë, keni dyshek gabuar, dyshek të mërshë me gjëmba. Si mund të frysh dyshek me gjëmba? Ja, kush është dysheku të marrësh, ja shikohet. Mbi 2000 dyqana në gjithë botën, super brand italian, Dorelan që vetë. Mbi 55 vite përvoj në Shqipëri prej kosh, e gjeni ose përballë kompleks Deliorgji dhe rruga Kavajës, ose në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12 e qendra tregtare Presi Shom, ose minus 1 shtetegu. Që është Dorelani? Është gjithçka që ka të bëjë me gjumin, po mbi të gjitha, me gjën më kryesore që do gjumi, që është dysheku, dakor? Përfitoni me ulje çmimesh të papara deri në 50%. Vazhdon akoma dhe këto ditë se do të ndryshojë oferta. Shkoni tani dhe jepini fund dhimbjeve në trupin tuaj. Aty ka dyshek për çdo lloj kategorie humanësh, rrëfuar nga sportistët, te invalidët, te kjo, te ajo, te ata që flën anash, te ata që flën me kuriz, gjithçka. Dakor? Super çmime, super cilësi. Italianët ju e dini si janë mjeshtra në këtë punë. Se mos to i qajnë fare, janë veç ushqimit këto të tyre të fjetjes e duan shumë reatin italianët, e punëtor, po duan dhe reatin shumë. Ndaj, urgjente Dorelani, ky është momenti, mos o mbisni, Dorelan ka dhe 10 vjet garanci për vështjerave, e merr dyshekur, e mban në shtëpi një muaj, e provon s'pëlqeu e kthen prapsh. E ke opsion, super projekt i papar. Dormire bene, vivere meglio, pra të flesh mirë, të jetosh më mirë, është slogani Dorelanit. Bravo Dorelan, je i papar, je i pa arritshëm në Shqipëri. I pa arritshëm. Pse nuk protestojnë në Vlorë Oçane më vjen pyetje pafund? Mund ta bëj dhe Google-in, mund ta bëj me Google-in Ivanka këtë të heqim shkonjat, pra. Ditën e shtunë orë 11 është protesta në Akërni të Vlorës. Në Akërni? Po. Ku bie Akërnia, por ne që nuk e dim? Është një nga fshatra që është afër aeroportit dhe është hidrovori, aty ku fillon dhe rrethimi. Do jetë protestë aty ku është po. Tek hidrovori në Vlorë në orën 11 ditën e shtunë datë 6 qershor. Faleminderit Doriana, besoj të kemi rastin që vjen prapë, apo jo? Do të kem prapë në studio. Unë të shtoja edhe diçka në lidhje me protestën, si përfundim, rreziku i protestës me qenë se e përcolle. Rreziku që mund të bjerë, mund të shuhet. Po, rreziku që mund të shuhet sigurisht që mund të futen këto spicat e politikës vjetër, që zakonisht i kemi parë në protesta, që tentojnë të përçajnë ose të manipulojnë ose të orientojnë disi, dhe këtu të gjithë ata që janë organizatorë dhe gjithë ata që janë të rinjt do duhet të jenë vigjilent dhe të kujdesshëm ndaj çfarëdo lloji qoftë miklimi, qoftë shantazhi, qoftë kërcënimi që mund t'i bëhet, sepse ndodhin këto ngjarje edhe në protestë. Pra, protesta ku kalon nga një çështje sociale drejt një kauze politike dhe unifikimi i mesazhit është pika më e fortë. Dhe sigurisht këtu do duhet që aktorët, dhe gjë rastin këtu që aktorët e ndryshëm shoqërisë, duke filluar që ke organizatat e pavarura, po flas vetëm institucione shtetërore në këtë rast, qoftë universitetet, qoftë duhet të kenë dhe të dalin në mbështetje të kësaj proteste, jo vetëm si akt politik, por të kauzës që ajo është nisur, pra të asaj zonë të mbrojtura dhe gjitha zonat të mbrojtura, pra asaj që janë një territor i cili ka nevojë të mbahet si rezervë për brezin që do vi
alfa dhe beta. Pra nuk është Pra dhe nuk është thjesht çështje gardi. Nuk është vetëm çështje gardi, është përtej asaj dhe këtu ka aktor serioz. Kemi këtu rritin organizatave nga Koplani, ke Universiteti Polis, tek Grinal, tek PPN-a, tek AOS-i, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, qoftë për të informuar publikun, qoftë për të kuptuar në thelb cili është problemi. Pra, për ta hedhur të gjithën në një tryezë e cila për publikun është aksesueshme, që mos krijojmë përveç gjithë zallamahis sidomos, duhet kemi shumë kujdes nga përdorimi i inteligjencës artificiale dhe gjithë këtyre dezinformimeve që mund të me targat greke. Po, unë besoj që kjo gjenerata Z duke qenë se përdor vetë e ka këtë nuhatje, nuk bie. Faleminderit Doriana. E provojnë shumë mirë vetë. Doriana, nëse dëshiron do jesh e pranishme në emisionin tim, edhe në emisionin tim sigurisht, nëse do kesh dëshirë për të folur për çështjet e aktualitetit, sidomos për këtë që po ndodhin tani. Tani, për ta mbyllur emisionin do ja lë fjalën lidhur me protestën, se ne u morëm pak me përmbajtjen, po kjo do shumë emisione përmbajtje, se sa pyetje kam unë këtu. Marsit, Flogert e mbyll me Sebastianin. Marsit, protesta sipas teje. A ka fuqi nga mbrapa që e ka organizuar edhe pa ditur i gjithë protestuesit vet, pa e kuptuar? A ka nxitje nga mbrapa dhe a ka një fuqi të huaj se këta lokalet i tha Doriana kush janë? Janë lehtësisht e identifikueshëm, janë gjithë të OJF, janë futur organizata të tjera që janë me kështu sensibilitet nacionalist të fort, apo jo? Çamëria, Mollë Kuqe, e tjerë këtej, pam disa personazhe që janë atje. Unë do të kuptoj kush është nga mbrapa. Pra përveç pjesës që është thënë tani që mos presisim prapë që mund të jenë grekët, po ndërkohë mua nuk më del se grekët me këta patriot nacionalist që kanë atje brenda nuk më ri mirë. Sipas se kush është vëlla, sepse po thosh diçka Flogerti që parë që më intrigoi. Florian, unë po që të abstragojmë, se s'kemi gjë, po me idenë që kush e lëshon Ortekun. Ore, qarë thuë të burse? Kush e lëshon Ortekun? Kush e lëshon? Kush është piknisja e Ortekun? Po. Ajo që është e vogla fare që pasaj vup bëhet e madhe. Bëhet e madhe. Që tjetër se nëse dikush tjetër këtë Ortek e merr dhe e përdor në interes të vet. Tjetër historia jo. Dhe ata që dalin sinqerisht, ata që duan të flasin që Zoti Rama na ka ndihmuar shumë me këtë gjë. Se latë kuptohet, jeni të mithi, tha. Unë luftën se ka me ju, unë luftën dhe e bëj bashkë me ju. Mua më pëlqeu një deklarat që kishte bërë në gjatë intervistimit ti ambasadori, ishte botuar edhe në për portale. Ambasadori i cili? Kandidati për ambasador. Erik Wend, ish generali, po. Si t'ju bë pyetje, ore, kur shkosh Shqipëri, do i mprosh gjitha bizneset amerikane njësoj? Jo vetëm ato të familjes Trump? Ja thanë ata, ja tha i demokrat. Tha që unë do i trajtoj të gjitha njësoj. Erik Murphy. Po, tani unë besoj që mund t'jetë dhe pala tjetër, ose perspektiva liberale, ose fondacione shoqëria hapur, apo këta ishmiqte Ramës, të cilët, gjithmonë këtë po e them në kuadrin të abstragimit, mund të kenë interesa dhe endezin, sepse dihet që fondacioni Soros ose fondacioni Shqiptar. Ata kanë merak për shumë shoqëria hapur Sorosi, për shumë Aleksi, ata kanë merak pse Xharet Kushneri dhe ajo që s'dani fare në dokumente. Unë nisa nga kjo indicje, pra nga pyetja që u bë. Dhe ti thuaj që janë ata që kanë shtyr pa e kuptuar. Them që për një lloj ekuilibrimi ose dashurie dhe e prishur, sepse deri djali i Sorosit dilte të shumë poshtime te Edi Rama, se po vazhdon Telekom ishte para 2 muajsh zori kur. My bro is welcome nga këto. Nuk kam. Normal tani sepse është ai tjetër në shtëpi të bardhë. Po pra. Po dashuria kur është e madhe nuk u mbetor, një pauzë vogël po vazhdon. Jo, i bie Trumpi do jeti përjetshëm apo? Bie intensiteti dhe kur bie intensiteti po su amortizuan kohë. Trumpi do jeti përjetshëm dhe ja do rije edhe 3 vjet. Sa ka Trumpi? Dhe 3 vjet ka. Vjen vajza. Çfarë është 3 vjet për një dashuri si kjo e tyre, si kjo e Ramës me Trump? Se dim se mbri përshtypje rand, se dolën edhe njerëz, s'dua të përmend emra, që dihet që kanë qenë ose janë të atashuar. Ose që kanë... Mi thuaj mua ato emra, mi shkruaj si i them unë, po ç'është kjo frikë? Jo, se frika më pas. Isha më herët një televizion atje, pyesnim një roba që në protestë. Por kush është organizatorët? Po s'ka rëndësi emra, duhet një emra. Emra Didi Rama mos e ka gjithë shqiptar. Nuk është, ja më janë. Si di mos, po ti di. Po Adriatik Lapaj ka qenë atashuar afër për shembull. Kush? Aktivitetit Lapaj. Po aktivitetin tim. Çfarë ja ty them unë? Me fondacionin Soros. Po ç'është kjo? Më ka qenë? Çfarë ta kundërshtoj unë? Po më nuk kundërshtoj. Nuk e besoj. Adriati thot Flogerti. Edhe një herë, Adriati Kapaj, po të kishte mbështetje nga Sorosi, nuk do ngele vetëm i shkreti 6 muaj aty në bulevard tani. Jeni Terezia apo jo tani? Do bëhemi një çik. Dgjoj, Soros ka dhe raste dështimi, nuk janë gjithë të suksesshëm. Po vërtet është. Ka dhe nga ata që sot janë kundërshtar. Simo, unë nëse unë do isha Adriatiku do mbështesë Sorosi fshehurazi, si thua ti tani, se këto janë halucinacione vëlla. Jo, më do bëni 6 muaj vetëm bulevard do bënte gazën e botës vëlla. Unë po ngrej pyetje vëlla.
Unë thash të na thosh në një gjithë amandra, se këto adretikut janë si punë e autobusave grek, Jo, ajo ishte me jaj. Unë po them gjë që lidhe. Nuk është me jaj, po është... Jo, kam pikë lidhje. Po Adriatik... Edhe njerë, mo, a dështoj Adriatiku, mo tani, po e them kështu dhe të më fali, se ndoshta si të mirë. A dështoj, mo, dhe para 2 muaj iku më nga bulevardi, nuk i funksionoj ajo. Kur ishte këtu tha nuk dështova. Le mos e shtot ai ne e pam që dështojmë. Kisha tha 2500 veta, 2500 veta. Le më i kishte her pas here që i mblithe një herë në 2-3 muaj. Ato e kanë bërë Kastilja, dështimin për të që semi. Një ke zonat të mbrojtura, firma që po mbledh për shfuqizimin e 2 ligjeve që lidhen me temën aktuale, që i mbledh çdo ditë, ajo është një për të përgëzuar. Ligjin kush e ka bërë? Ligji për investime strategjike dhe ligjin për zonat e mbrojtura. Për zonat e mbrojtura kush e ka bërë? Që i heq zonat e mbrojtura. Qeveria, legislatura. Shoku i Sorosit, Edi Rama. Ja, ka bërë... Nuk e kuptova këtë, se mora vesh të që ishte këtë. Për paketën e maleve, pardon. Do të thot... Po me që dishe këtë Adriatiku, ka marrë një nismë për të për mbledhur për quar për referendum rëzimin e 2 ligjeve për investime strategjike. Ti mendoj që mund të jetë lapa. Ky është aksioni radhës, me që ishim ke aksionet politike. Mos bëmi naiv. Për organizatorët e protestës... lapa 20.000 njerëz aty tani. Aty ka i shumë duar, domethënë janë gjithë njerëzit, të gjithë ata të njerëmi, po të funksiononte lapa, do kishte 500 veta, 300 veta në protestën e vetë, o Doriana. E kuptoj, prandaj... Po nuk rrima i fare, se nuk është ajo ka ndodhë para 6 vjetësh, para 3 muaj që lëna. Ka një organizator për protesta. Pra dhe dikur Berisha ngrinë protesta që detyronte kryeministri pikte, sot me bën më. Mund nisesh me ide. Ore Marsi, sinqerisht ta them oba. Po. Ore, ne tani jemi në hipotezë, vlla. Se rini në margjin atë hipotezës, a mund të shkojmë më thellë akoma? E kuptove logjikën time, unë nuk thash që protestën e bën këta. Tham kush i rrezon orteqet e vegjël ose kush e fillon. Këto janë periferik, më që s'e thonë isha vetë protestë, po s'u nxori Sorosi aty, as në një interes tjetër. Po të thash, po mos u merr me protestuesë, ata nuk dinë gjë mo. Po pra. Ne themi që se ka një fuqi tuaj nga mbrapa, vlla. Protestuesit janë gjithmonë, njerëz janë mish për tokë. Ta thash për mos dyshim se nuk besoj fare që ka fuqi tuaj. Po kishte mendoj që thua sta. Po kaq dyshoj për këtë. Ti thua nuk ka fuqi tuaj. Jo, po të ishte që mund kishte, pra për të ardhur pyetjes tënde, dyshoj që mund të jetë kjo them. Nisu nga këtu. E Sorosit apo e Po, Sorosit. Nga deklaratat që bëri kandidati, pra ambasador dhe pyetjet që u bën dhe nga aktorët që un pash atje. O vlogger, a ka Sorosi dorë nga mbrapa kjo fondacioni, me që xharet kushën dhe këto vëndri Trumpit dhe këto tjera, dhe nëse ka, mund të më thuash si ka bërë bashkë të gjitha këto OJF-t? Se këto OJF-t, më fal, këto OJF-t që janë këtu, që janë dhe ambientaliste, janë shumë të lidhura me Soros. Unë jam i bindur, po të futesh në... S'ke as OJF aty, ke shumë individe aty. Jo, organizatorët. Po për organizatorët, nuk i ke OJF-t, i ke më shumë për zvërnecin, aty në protestë ke të tjerë. Po ti më thej që ka dhe... Çfarë nuk kupton me organizator, se këtë s'kuptoj unë. Çfarë nuk kupton? Le ta themi trosh vllak. Që shkon Flogerti dhe Doriana dhe der më der i bie derës, hajde nesër. Ata janë punëtorë. Ajo duket, shikoj, nuk e pa strukturuar, nuk ka organizim ajo. Ka një qendër, po jo pra ajo ka një... Ato unë të paktën e marr informacionin nga 6 burime të ndryshme që janë të gjithë miqtë e mi në Instagram, Facebook. Pra secili se ndonjëherë është... Dëgjoj, Shkëndia. Dalin 6 postera të ndryshëm, janë 6 duar të ndryshme. Shkëndia e gjithë kësaj Zallamahie. Shkëndia është gardi atje. Shkëndia, për te gardit, për para gardit, është Birn. Birni. Gardi pra Birni. Që është Birni për i publik që dëgjon tani dhe thot që është Birni, se mos e mendojnë që është një pallat. Më dëgjoj. O, Floger, që është Birni? Rjeti investigativ. Për para se të dali Birni me imin ke deklaratën e qëndrimin e 22 organizatave, pra e ke pak më përpara. Ore, unë po të them... Para se të vjesh e rrethimi. Çakmakun. Aty... Birni ditën të shtunë të nëzori të investigimin. Ore, Birni ka shkaktuar shumë dhe bravo i qoftë. Po ka 2 javë që po vlonë në Vlorë. Dakor, unë po them kush e ndez, se ka shumë gjëra, se ka 3 muaj që vlonë në rjollë. Ja thot Birni pasqyrojnë, nuk ndezi. Një sekund, ndezi me një investigim tani. Po bërë investigim për pronë. Lëm gjëra para. Po pra tani. Dhe Birni lexojnë ka shumë njerëz sa kanë dalë në protestë, 20.000 veta. Po pra tani, unë po të them një gjë, nuk ka... Jo ti e beson që lexojnë Birni 20.000 veta? Birni ripublikohet në shumë kanale të tjera pastaj dhe rjeti medjave që merë projekte nga Fondacioni Shoqëri Hapur. E dhja skandale kanë zirë Birni këto 10 vite dhe fundit pa fund. Prit pra, Birni po them, shif tani, se do t'i lidh. Do bëj analizun se unë po ta dija i nxirrja qitapet, po lidhja logjike është kjo, ajo që thot Marsidi nuk është se nuk qëndron. Tani e para fare, do ta them shkurt. A është kjo një protest majtiste,
kulturalisht? Mua më duket po. Mua Kjo këta shumë më duken votues. Në qoftë se ne që kemi bërë dhe scrolling me gjëra kulturalisht, themi që kjo nuk është e majt, po është e djathtë, ne i bie që të kemi mashtruar veten si fillim dhe gjithë miletin. Kulturalisht është majt. Ideologjikisht po jem dakord. Bravo. Dhe kjo gjëja ka ndezur në momentin që ka bërë Birni atë. Tani Birni është e deklaruar, nuk është sekret, bën media investigative. Nacional socialiste duket kjo. Dhe mbështetet nga fondacioni Lamurin dhe socialiste. Fondacioni Shoqëria e Hapur. Kjo nuk është sekret që mbështetet nga Soros. Nga ana tjetër, paralelisht me këtë, duhet dim diçka. Kundër trusit Rule Lakrës, e kupton? Arturo Ui. Duhet dim diçka. Adolf, ku je Adolf? Që ndikimi tjetër, që ne nuk e kuptojmë, por që neve na kanë në dorë dhe jemi konsumator vënçe, është nga rrjetet sociale. Ata që zotrojnë rrjetet sociale, neve, ta shohim mens, ja pra po ta them, e majta amerikane. Ta them unë. E majta amerikane, nuk po e bën vetëm në Shqipëri, ja po ta them pra. E majta amerikane ka në dorë rrjetet sociale. Dhe e zgjedhun çfarë të jap për ta gjitë. E majta amerikane nëpërmjet kujt? Si nëpërmjet kujt? Nëpërmjet kujt pra? Se zakonisht e majta amerikane një nga aktorët e majtës amerikane. Një nga aktorët kryesor është Fondacioni Shoqëria e Hapur, po. Dhe në këtë rast thuati e ka bërë prapë me një Dhe në këtë rast, Shqipëria është një nga pjesët në kuadër të fushatës madhe që ata kanë me presidentin aktual. Kjo është teza që delve nga zyre Saliut. Që ta dish risku, po mund tjetë... Shënë si kam, risku që ata ndjenjë është që kandidati i radhës për president pas Donald Trump mund tjetë e bia. Kjo është... Çfarë po qekullon? E bia, kjo e bia që vjen këtu. Ivanka, po? Po, mund tjetë dhe e shohin si risk potencial. Dhe ka filluar goditja ndaj saj, jo vetëm me Shqipërinë, edhe ndaj dhëndrit. Ka filluar në të gjithë... Ai është dhe e brendi. Ne intereson kjo kolibja jonë, po kjo nuk është gjë e vogël. Jo, patjetër. Dhe po ta shohësh, Gjin Shahin, është ajo senatorja tjetër, u merrte personalisht, e kishte fokusin vetëm këtu. Tek Shqipëria, tek investimet, edhe tani senatori i radhës, sërish këtu. Pra, kjo është një gjë, dhe detyrohet, Ivanka, si plan komunikimi që ka bërë, që del një podcast dhe sqaron gjithë gjëra. Pra, janë në fushat edhe ata, edhe pse zgjedhjet janë kanë kohë, jo kanë kohë në kuptimin ne. Në nëntor janë mbi term sot. Presidencialet po them. Dhe presidencialet. Po bëhet një përgatitje. Pra, amerikanët, demokratët po godasin që tani Ivankën që si një star që nuk duhet rritet, ne jemi thjesht një dëm kolateral në këtë histori. Ore patjetër, dhe këtë dëm ata të i thua po e bëjnë dhe në Beograd, po e bëjnë gjithandej apo jo? Ata bëjnë si që anullua kulla në Beograd. Jo, ka ndodhur një gjë çan, e kam fjalin e fundit. Që është e jashtëzakonshme dhe duhet të ndodhi shumë më shumë, po nuk ndodh se s'na kanë herë tjetër në radar. Ajo fushat ose ato protesta që ne bënim në rrjetet sociale, pra që thonim këtu rau shumë gjithçka, më në fund kanë dalë rrjetet sociale, kanë dalë në shesh. Është vendos TikToku në bulevard. Kjo është e mrekullueshme. Problemi është që cila është ajo fuqi që i lëviz ato algoritmet atje, që mua të më bëj që të them bravo atyre poshtë e Tiranës. Cila është? Pse s'ka ndodhur dot kurrë kjo? Ai spoti flamingove ai është një mrekulli, domethënë. Ai spoti flamingove. Dhe tani ka diçka tjetër. Ka ca regji. Me atë muzikën ishte. Gjunaj se kemi burim. Ka ca regji. Arjan, ka dhe sa media tjera që financohen po nga linjat e majta, që ka një infrastrukturë, nuk po jo a përmendë emri, ka një infrastrukturë të jashtëzakonshme, edhe me drona me gjëra. Kanë edhe lejen të Facebooku që nëse unë bëj një opinion, ma heq opinionin si fact check se thot nuk ke faktin të rregullt, unë bëj opinion, po nuk më lejohet. Dhe gjitha këto fuqi janë në protest me protest. Të majtë. Dhe si ka mos i kërkojnë të rreqen e Ramës? Se dhe kjo është pak... Tani ata kanë për borç të të shojnë aty, të më bindin mua, si që na kanë bindur të pak të ne këtu besoj se jemi me protestën. Unë jam me protestën, ne jemi me protestën. Unë nuk jam as pro as kundër, se jam duke pritur. Unë jam duke pritur. Unë jam me protestën. Nuk e them fjalën me ama fakti që ata na kanë bindur neve të shkojmë aty, kjo ju mjafton. Kërkesat pastaj, dikush do tokën, dikush do t'iki Rama, me dikë që isha sot, thoshte vetëm narta. E kupton?
nuk e di Dorianën për shembull, e ka Rama Ik apo vetëm Narta, Sebastiani është Rama Ik, dikush tjetër është dua tokën time, dikush tjetër është pensionistët marrin më pak se qenë të Vlorës, gjithë janë rregull, e kupton, aty ka konglomerat, pastaj ka drejt Doriana. Vetë Birni e cilësoj... Mbyllë Flogert, sepse jemi... Jo, e mbylla. Vetë Birni e cilësoj protest... Sebastian, mbyllë emisionit të lutem, kur të bëjmë shenjë, vajtëra ime dhe gjysëm... Ta se të i thoshe mbyllë me shpreje. Jo. Sebastian, të lutem, mbyllë emisionin, se unë Doriana do të aferas, do të aftoj një ditë tjetër, me shumë kënaqësi, se dua që me Doriana të bëjmë një emision enkas dhe me ju, për punën e trafikut në Tiranë, që është një tjetër gangren dhe ndryshe nga kryeqytetet tjera të Europës dhe të botës, tu trafiku krijohet për budalliqe në fakt. Se në vendet e tjera vërtet krijohet për arsye që han debat. Janë racionale. Dhe sa këtu vlla, do flasim me Dorianës, dua ta ashtu sot, jam i bindur Doriana do na i çaj atë pjesë sepse e njeh mirë, krijohen për çmenduri. Unë po marr vetëm një rast, vetëm për njerëzit na shohin tani. Keni parasysh kur zbret nga rruga Elbasani që hyn në Tiranë, më shumë është për hyrjen në Tiranë sa për ikjen. Po. Mu tek ekonomiku atje, para se shkosh te rretulllimi, bile që lart fillon që çauk ajo. Bllokohet komplet. E di arsye pse? Sepse janë studentët në përgjithësi, se atë trafiku lirohet pas orës 3-4, ku studentët ikin që flon. Duhet mbi kalim po thua. Dhe studentët janë detyruar të kalojnë te vijat e bardha. Po ka dy parë vijat e bardha, është një para rretullimit dhe një mbrapa rretullimit. Edhe kam pyetur për këtë, më ka thënë është vetëm kjo arsye. Pra atje, edhe pse e din të gjithë ta që kanë dorë bashkia këto, mazallaf shumë se mendon ore. Dhe mos e zgjidhim ne këtë. Se te liçeni jo e? Jo, unë të mora një shembull, vlla. Ka pa fund në Tiranë. Dhe do doja të thosha sa kushtojnë për ta rregulluar këtë gjë. Thjesht më ta bëjmë pak më fluide, se nuk rregullohet, nuk përndon njëri. Sa kushton për të bërë nga këto? Të hekur. Erës tjetër, këto të hekur, minimalisht. Minimaliste. Ka dhe gjëra të tjera, po. Sebastian, ma mbyll emisionit, lutem? Unë mendoj se Flogerti ka drejt në pikën që thot... Është e majtë amerikane, thua dhe ti, kam prapa. Po ta parashtroj, pastaj do t'jap mendimin, po duhet t'jap të drejt në këtë pikë. Jo, do më jap në mendimin, mënyra se si e shtroj, për mendimin tim ka të drejt. Fuqin për të ndërtuar orteqe, narrativa, besoj në vendin ton, e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati ynë më i çmuar. Financimi që i kanë bërë për një kod gjatë shoqërisë civile, për të ndërtuar një formë liberale të shoqërisë, që ka rëndësinë e saj, por edhe u keq përdor pastaj nga shumë aktorë të shoqërisë civile. Mos harrojmë që ti ke qenë protest ditë e dytë sot, apo e treta? Treta. Ti je në protest, ti vetë si seb. Po. Tani ka diçka, për shembull dikush thoshte janë rusët. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo është çmenduri. Sepse fakti që ti e lidh ka protest në Beograd, në Shkup dhe në Tiranë, që dalin të rinjt, kjo është, si thua, nuk merr vesh nga gjeopolitika. Ka edhe të çmendur të këtillë. Ka një tezë që e bëjnë grekët. Parimi e bëjnë grekët është fqinjim nuk duhet jetë asnjëri zhvilluar. Pra sa më keq dhe i korruptuar fqinjim, aq më mirë jam unë. Dhe ky është një parim që qëndron, por nuk kemi fakte për të... Dakor që ata thonë që ne me Zipres të hyjë Shqipëria në BE. Po pra, po nuk kemi fakte. Nuk kuptohet mirë. Ka një tezë që thotë e bëjnë është spin-off turk, sepse turqit po shohin që ka një zhbalancim të marrëdhënieve strategjike të sigurisë në mesdhe me Izraelin. Pas këtu nuk kemi asnjë dëm që kjo ndodh. Pra, spin-offet të këtilla mund të bëjmë sa të duam, që ndodh kjo lloj gjëje. Për mua e besueshme është kjo e Flogertit për shkak të infrastrukturës. Ndërkohë sidomos që nuk ka asnjë parull kundër Katarit, që teorikisht ka hedhur lekët. Dhe nuk ka asnjë parull kundër Katarit që teorikisht ka hedhur lekët dhe ka parulla kundër Izraelit, ku kushte nuk del në asnjë vend. Edhe kjo është çudi e madhe. Ngjit kjo besoj sepse ka shumë teori konspirative që qarkullojnë. E dyta, Izraeli është në kuota të ulta të imazhit vet për shkak të luftës. Pra sot është seksi ti jesh gojim, jo anti-gojim apo jo? Jem dakord bashkë. Është narrative evropiane dhe amerikane dhe vjen dhe prej andej. Pra është kthyer në temë debati. Në këtë aspekt, e majta amerikane, siç e thot dhe Flogerti, ka një infrastrukturë të atill, punon me këto rrjetet e të drejtave të njeriut, të ambientit e tjerë, punon shumë. Unë nuk besoj se ka protesta të majta apo të djathta, është një tezë protest kundër neoliberalizmit. Unë nuk besoj se ka shqiptar që janë kundër zhvillimit apo kundër investimeve, nuk besoj se ka. Por çështja është tek mungesa e transparencës dhe çështja është tek zhvillimet që pritet që të jenë për komunitetin atje. Në qoftë se ka zhvillim për komunitetin dhe është konform të gjitha rregullave, të gjithë janë dakord që të bëhen investime dhe kryesisht nga miqtë tanë më shtrenjtë që kemi amerikanët. Arlindi jo. Ajo që unë mendoj është kjo.
Kjo ishte një frymarrje e zbet dhe azmatike e Tiranës. Pse e them e zbet dhe azmatike e Tiranës? Në 15 vitet e fundit, kam dalë tuajse në të gjitha protestat që zhvillohen në Tiranë. Nga protesta e armëve kimike me masivitetin e saj, te protesta e studentëve, tek protesta e sotme. Po të shohim rreth 20.000 veta që ishin atë protest, pra 300 metra po të shohim nga Kryeministria të Hotel Dajti, për 20 metra që është Gjersia, për 3 persona për 1 metër katror, 18 deri në 20.000 persona ishin statistikisht, po ta bësh me llogari matematikë. Nuk janë pak, Po pra, me llogari matematike. O dje kanë qenë. Tirana, po pra, dje fotot e këtyre kateriotëve i nxorën se nuk i pashun. Jo, Ledio, të lutem, mos mi len ato, materialet që i ke, që të ka nisur Osinti. Kjo tregon. Të lutem, Ledio, nxirri të gjitha fotot tani që po nxjerr të protestat. Fotot e këtyre dhe të gjitha dokumentat tani po felseli. Kjo tregon. Bëj një grup të gjitha. Kjo për mendimin tim tregon që Tirana ka frymarrje. Është një frymarrje e zbetë, siç e thash pak më herët. Qytetarët dalin dhe thonë, jo në emrin tim, nuk mund t'i bësh gjithçka në emrin tim. Protesta pa kokë nuk zgjat, kjo duhet të thënë. Protesta ka mesazh politik, por thot nuk kam prapavi partijake. Mesazhi politik në vetvete kërkon të ketë edhe ndihmë nga faktorët politik, që do të thot paka shumë. Ata janë kundër Berishës, kundër Ramës. Ai slogan dëgjohet atje. Po pra, por ata të cilët din të artikulohen politikisht, qofshin të rinj në politik apo qofshin të vjetër në politik, qofshin që kanë dalë apo që po hynë në politik. Kur protesta ka dhe kërkesë politike, dhe nuk e di pse shkoi kaq shpejt dorëheqja e Ramës, sepse çështja është të kërkojmë transparencë për çfarë po ndodh me pronën. Gardi është hequr apo? Dhe prona, po. Dhe prona rrezon, prona. Telat janë gardit, pra? Jo, telat me gjëmba, po gardi është aty. Vetëm telat me gjëma janë hequr. Prona rrezon çdo qeveri të mundshme. Zgjidhja e çështjes së pronës është zhvillimi i kapitalizmit. Po nuk po dalin për pronën atje më. Pra ta përfundoj se kjo është logjika ime pse po dalin atje. Qytetarët atje dalin në nënvetdijen e tyre sepse Shikte katariotë më shikoj. Sepse tani unë besoj se këto janë investitorë serioz dhe besoj se investimet Njëri për tyre ngjanti atje. Dhe besoj Brun. Sa do donë dhe ngjatë unë besoj se ne duhet marrim investime transparente nga do që të na vinë nga çdo vend i botës. Qofshin nga Katari, nga Antarktida apo nga Groenland. Sebi, dëgjoj, të lutem, tani e duke ikur. Mua më duhet mendimi jot. Po më ndërprisje, prandaj po them. Po e di pse ndërpres, sepse në fakt unë do ta pyetja ime është, ka fuqi tuaj apo jo? Ti dhe drejt Flogertit dhe mendon ti që ka një. Për mua është gjenuine. Po Flogerti në argumentin që shtroi është më i drejti nga të gjitha argumentet, sepse një thotë rusët, një thotë to, një thotë ato. Asnjë prej atyre nuk qëndron. Ajo është bindës tu aty se thotë majt amerikanë. Bindës se të gjithë të tjerët. Dikush del thot janë rusët, dikush del thot janë këto. Mund të jenë edhe faktorë për shembull si gjermanët, të cilët kanë shprehur kritika të forta kohët e fundit apo jo. Ata instrumentalizojnë ore. Mund të ketë nga BE-ja, mund të ketë nga BE-ja si janë të kënaqur që këto investima për shembull nuk ka të mos i shkojnë dhëndri sepse kanë folur shumë për këtë vëlla, këta të BE-s kanë linjë tjetër. Po edhe për janë anti-Trump, ata që janë tani në pushtet. Pra bëjnë se fusin këtu. BE-ja flet institucionalisht. Ky Antonio Costa thot, sot lanë një mesazh kështu apo ky Costa është vetëm kështu? Tha të njëjtën gjë që thanë gjermanët, që zgjerimi është domosdoshmëri gjeopolitike. Dhe e dyta, shqetësimet mjedisore duhen adresuar. Tha, shqetësimet mjedisore duhen adresuar? Po, këtë tha. Pra e tha? Po pra, ne do të bëjmë pyetjet tonë. Kush janë mjeshtrat e propagandës? Kaq, mjeshtrat global, ku lind dhe çdo gjë e parë propagandistike, marketingu, më se thash, lind në USA, vlla. Dhe në USA Kseranti të thua ti, është nga pjesa anti-Trump, kjo. USA-n kemi pjesa anti-Trump, thua ti kjo. Sigurisht. Pra, po të vite, po të ishte ambasadori amerikanë në Shqipëri, ky që pritet vi, ky Wendy, që është i afërt me Trumpin, dakor? Do ishte kundër kësaj proteste në kuptimin nën tavolinë, kuptohet? Jo, ka rrezik për në dy krahataj. Jo, publikisht jo, do e mbështeste, do e përgëzonte se nuk janë të çmendur. Kush? Është general ai tak. Dakor. Ai si ushtarak është mësuar me Këto lloj proteste, ti thuash gjë kësaj lloj proteste të vret Zoti. Domethënë çfarë do thuash? Ato janë me lule aty, njerëz të bukur me paron të mirë. Doriana, Rama i thot mbaroni, vinë zgjedhjet vitin tjetër, prapë mua do të votoni, është perë. E kështu ka ndodhur historia asnjë prishmëri miq, ja u kam thënë asnjëherë. Jeni shumë nga ju, jeni shumë që keni prishmëri, keni shpresë. Shpresa është shpresë, s'duhet keni njerëz, sepse shpresa
zakonisht është për njerëzit e dobët. Shpresa është për doptit. Hiqeni këtë shpresë. E vetmja shpresë pa shpresit është që mos ketë asnjë shpresë. Bravo. Faleminderit Masit. Kështu që përgatituni që unë nuk them që të mbylleni protestën, po ta keni vërtet me shpirt, dilni. Kauza është shumë e bukur. Mos më vur gardh në plazhin që duhet të shkoj vetë. Është perlë, është elite pa parë. Unë dalë se nesër mbjen të shtëpia ime. Më rrit çmimin e naftës. Më bë çfarë duash, më rrif gardh te plazhi im. Jo, çan, më fal. Në fakt, lista është më e gjatë, nuk është vetëm ajo. Lista është më e gjatë, po. 20 Ajo që shkaktoi protestën, Doriana, Mirë, ishte ajo, gardi. po Dhe e mirë. bukur Rama është Kur e mendon, duke kur e hequr mendon, gardhin, është të tani një gard po e merr në qafë. është efekti Është flutur. efekti flutur. Një flutur përplasi krahët, po mund të sjellë një cuman. Jam dakord me ty. Nuk e di. A do e sjelli tsunamin? Ta shohim, e ka brezi i ri në dorë. Gerti tha një gjë të bukur. E bukur shumë. Ja ta valorizon te Flogerti. Rama, gjë e parë që bëri kur erdhi në kryeministri. Hoqi gardhin. Dhe që e premtoi ishte edhe simbolike. Heqja e gardhit. Heqja e gardhit. Po. Tani Dhe këta të pacipët që shkonin Ai vot gardh- pa ditur gjë ai shkreti më burr. Dhe një- dhe ai ka ditë për herë që gardhi është problem, prandaj e ka hequr dhe nuk duhet ta Dhe një nga pasira më dhaja, me që në fillim është, domethënë në kore gjithë këta 2 ditë paktën, është fjala burg, që e gjithë Gardh është dhe burg. Me Kështu që te. jo se më kujtu në fillim se ishte fjala burg. Ajo shqetëson çan. Kush? Kur dëgjon që Ramanburg. Jo, E nisi tha diçka çani sot për burgun, po çfarë thash? për gjykatën, për drejtësinë, për punën. Po pra, Spaku në momentin Dumanim duke se ka marrë të çështjen e Zvërnesit. Ju liruan nga Spaku, mos gabohem, merdi një informacion. Si u lirua? Transferta e sekuestruara atyre katarezve, merdi një informacion këto momente duket u lirua. U lirua. Po, Kanë bërë verifikimin. Ka i shpejt. Po është bërë Po verifikimi i parave. edhe sekuestrimi u bë shumë shpejt. Si u liruan dhe këto të këtyre, Gysa Gasit, të Kaçanajit, të këtyre. Të Gjys Beqirit. E mbyllim themu. Pra, që të flinit i qetë. Thuaje, shoku jonë mo, nga Kenia, Samsoni, vazhdon të jetë super aktual. Super aktual. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia?